Pikërisht tani, ndërsa shikoni këtë material, ju jeni duke pirë ujë që ka udhëtuar në përhapësirë për 4 miliard e gjysmë vjet. Çdo glëng që kalon në përfitin tuaj përmban molekula që kanë qenë dikur në trupin e dinozaurëve, në oqeanet e tokës së hershme, madje edhe në hapësirën ndryore para se planeti ynë të formohej fare. Por këtu vjen diçka që shkëput çdo logjik. Sipas të gjitha llogaritjeve shkencore, toka e re ishte shumë afër diellit që të mbante ujë. Ajo u formua në atë që astrofizikanët e quajnë zona e thatë ose zona e shkretirës. Temperaturat këtu ishin aq të larta sa çdo molekul uji duhej të avullohej menjëherë në hapësirë. E megjithatë, oqeanet janë këtu. 71% e sipërfaqes së planetit ton është e mbulluar me ujë, mbi 1 miliard e 300 milion kilometra kub ujë. Si arriti të vi këtu? Dhe nëse uji nuk ishte këtu që në fillim, nga erdhi ai? Për të kuptuar këtë mister, ne duhet të kthehemi në kohën kur dielli ishte vetëm një re pluhuri dhe gazi që rrotullohej. Kjo ndodhi rreth 4 miliard e 650 milion vjet më parë. Sistemi ynë diellor nuk ekzistonte ende. Kishte vetëm një re gjigante molekulare, një strukturë prej trilionash kilometrash në diametër, e mbushur me hidrogjeni, helium, pluhur kozmik dhe molekula ujit të ngrira. Kur kjo re filloi të kolapsojë nën forcën e gravitetit të saj, në qendër u formua dielli. Por diçka e çuditshme ndodhi. Ndërsa dielli ndizej dhe fillonte të shkëlqente, ai filloi të dërgonte një erë të fuqishme prej grimkash të ngarkuara dhe rrezatimi që shpërbeu gjithçka përreth. Kjo erë diellore e hershme ishte miliona herë më e fortë se ajo që kemi sot. Ajo fshiu çdo molekul uji nga zonat e brendshme të sistemit. Imagjinoni një furtunë kozmike kaq të dhunshme, sa asgjë e lehtë nuk mund të mbijetonte. Uji, me peshën e tij molekulare të vogël, ishte i pari që u shpërngul. Astronomi i njohur, Jonathan Lunin nga Universiteti Cornellit, e ka llogaritur se brenda 10 milion vitesh të para, e gjithë zona ku do të formoheshin Mërkuri, Venusi, Toka dhe Marsi u pastorua pothuajse plotësisht nga uji. Vetëm përtej vijës së ashtu quajtur vijë bore ose linja e akullit, rreth 5 njësi astronomike nga dielli, atje ku sot orbita Jupiteri, uji mund të mbijetonte si akull. Një njësi astronomike është distanca nga toka në diell, rreth 150 milion kilometra. Pra, në zonën ku u formua toka, në një njësi astronomike, nuk duhej të kishte fare ujë. E megjithatë, ja ku është. Kjo është njëra nga enigmat më të mëdha të shkencës planetare moderne. Si arriti uji të kthehet në një botë nga e cila ai duhej të ishte dëbuar përgjithmonë? 3 hipoteza kryesore kanë lindur për të shpjeguar këtë paradoks, dhe secila prej tyre na çon në një udhëtim të jashtëzakonshëm nëpër sistemin ton diellor. E para, asteroidet nga rripi kryesor sollën ujin si kontraband kozmike. E dyta, kometat nga skaji i sistemit ton diellor bombarduan tokën me akull ndërjor. E treta, dhe ndoshta më e çuditshme, uji ishte këtu gjatë gjithë kohës, i fshehur thellë në brendësinë e planetit, duke pritur të çlirohet. Cila është e vërteta? Apo ndoshta të trija ndodhen njëkohësisht? Le të fillojmë nga fillimi, nga momenti kur toka sapo kishte filluar të merrte formë. Kjo ndodhi rreth 4 miliard e 600 milion vjet më parë. Ajo nuk ishte ende planeti që njihni sot. Ishte një top magmë të shkrirë, i bombarduar vazhdimisht nga objektet që kishin mbetur në orbit, copa shkëmbinjsh, metali dhe akulli që rrotulloheshin nëpër sistemin e ri diellor. Çdo ditë, vjetra e ndoshta qindra objekte binin në sipërfaqen e zjarrt të tokës. Energjia nga këto ndeshje ishte aq e madhe sa e gjithë sipërfaqja e planetit ishte një oqean magmë. Temperatura arrinte në disa mijëra gradë Celsius. Si mund të mbijetonte uji në këto kushte? Përgjigja është se ai nuk mbijetoi, jo menjëherë, por diçka tjetër po ndodhte. Në thelësinë e oqeanit të magmës, elementët kimik po ndaheshin sipas densitetit të tyre.
Metalet e rënda si hekuri dhe nikeli po zhyteshin drejt qendrës duke formuar atë që do të bëhej bërthama e tokës. Materiali më i lehtë po ngrihej sipër, duke formuar mantelit dhe më vonë koren. Dhe brenda këtij procesi kompleks të diferencimit, hidrogjen dhe oksigjeni, përbërësit themelor të ujit, po kapeshin në minerale dhe shkëmbinj. Këta atome nuk ishin ujë i lirë. Ata ishin të lidhur kimikisht me strukturat kristalore të mineraleve të mantelit, por ata ishin atje, duke pritur. Ndërsa planetit po ftohej gradualisht, një perde e hollë e shkëmbinjve të ngurtë filloi të formohej në sipërfaqe. Kjo ishte kore e parë e tokës, e brisht dhe e paqëndrueshme. Por ajo nuk zgjati shumë. Rreth 4 miliardë 600 milion vjet më parë, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Një objekt i madhësisë së Marsit, të cilin shkencëtarët e kanë quajtur Thea, u përplas me tokën me një forcë të paimagjinueshme. Kjo ishte përplasja e madhe, eventi që krijoi hënën. Energjia e çliruar nga kjo ndeshje ishte e barabartë me disa miliard bomba atomike të shpërtyera njëkohësisht. E gjithë sipërfaqja e tokës u shkrir përsëri. Pjesë masive të mantelit u hodhën në hapësirë, ku ato u grumbulluan dhe formuan hënën që shihni sot në qiell. Por përplasja e madhe bëri diçka tjetër të rëndësishme. Ajo fshiu çdo gjurmë të çfarëdo atmosfere apo uji që mund të kishte ekzistuar në sipërfaqe. Nëse toka kishte pasur ujë para Theas, ajo e humbi atë. Planeti u kthye në një top të shkrirë magme, duke filluar sërish prej zeros. Pra, çfarëdo uji që shihni sot në oqeane, lumej dhe në trupin tuaj, ai duhej të ketë ardhur pas kësaj ngjarjeje katastrofike. Duhej të kishte një burim të ri. Por nga? Këtu hyjnë në lojë asteroidët. Rripi kryesor i asteroidëve, i cili gjendet midis Marsit dhe Jupiterit, është një zonë e populuar me miliona objekte shkëmbore që orbita diellin. Disa prej tyre janë të mëdhenj sa qytete, të tjerë janë vetëm copa shkëmbinjsh. Por ajo që i bën këta asteroid veçanërisht interesant është se shumë prej tyre përmbajnë ujë. Jo ujë të lëngshëm sigurisht. Temperaturat në rripin kryesor janë shumë të ulta për këtë, por ata përmbajnë minerale të hidratuara, shkëmbinj në të cilët molekulat e ujit janë të lidhur kimikisht në strukturën kristalore. Disa asteroid mund të përmbajnë deri në 12 deri në 15 përqind ujë, sipas peshës. Në fillimin e historisë së sistemit diellor, rripi i asteroidëve ishte shumë më kaotik se sot. Graviteti gjigant i Jupiterit po tronditej orbitës së mira objekteve, duke i hedhur ato në trajektore të çmendura. Disa prej këtyre asteroidëve u larguan nga sistemi diellor plotësisht. Të tjerë u përplasën me njëri tjetrin duke u coptuar në pjesë më të vogla. Dhe disa, fatkeqësisht ose me fat për ne, u hodhën drejt brendësisë së sistemit diellor, drejt planetëve të brendshëm të sapo formuar, Mërkurit, Venusit, Tokës dhe Marsit. Ky periudhë quhet bombardimi i vonshëm i rënd dhe ai zgjati nga rreth 4 miliardë 100 milion deri në 3 miliardë 900 milion vjet më parë. Gjatë këtyre 200 milion viteve, toka u bombardua me mijëra e ndoshta miliona asteroidë dhe objekte të tjera. Çdo ditë, qielli dukej si një spërkatje vëtërrokësh, ndërsa gjakëvi të ndezura të objekteve hynin në atmosferë dhe goditnin sipërfaqen. Shumica e këtyre objekteve ishin asteroid nga rripi kryesor, të ngarkuar me minerale të hidratuara. Kur ata goditnin sipërfaqen e nxehtë të tokës, nxehtësia e ndeshjes shkrinte shkëmbinjt dhe çlironte ujin që ishte i kapur brenda tyre. Avulli i ujit ngrihej në atmosferë, ku ai kondensohej dhe binte përsëri si shi. Por a mund të ishte ky procesi i mjaftueshëm për të mbushur oqeanet? Gjeologët dhe astrofizikanet kanë bërë llogaritje të hollësishme. Nëse marrim vëllimin total të ujit në oqeanet e tokës sot, rreth 1 miliardë 300 milion kilometra kub, dhe ndajmë atë me numrin dhe madhësinë e asteroidëve që mund të kenë rënë gjatë bombardimit të vonshëm të rënd, rezultati është befasues. Është e mundur. Asteroidët mund të kenë sjell mjaftueshëm ujë për të mbushur oqeanet. Por ekziston një problem. Problemi vjen kur analizojmë përbërjen kimike të ujit. Jo çdo molekul uji është identike. Shumica e molekullave të ujit përbëhen nga 2 atome hidrogjen të zakonshëm dhe 1 atom oksigjeni, H2O.
H2O. Por një në çdo rreth 6.000 deri në 7.000 molekula uji përmban një izotop më të rëndë të hidrogenit të quajtur deuterium. Deuteriumi është hidrogeni që ka një neutron shtesë në bërthamën e tij, duke e bërë atë rreth 2 herë më të rëndë se hidrogeni zakonshëm. Raporti midis deuteriumit dhe hidrogenit të zakonshëm në ujë quhet raporti D/H, dhe ky raport është si një gjurmë gishti kimik. Ai tregon nga erdhi uji. Kur shkencëtarët matën raportin DH në oqeanet e tokës, ata gjetën një vlerë specifike. Pastaj ata filluan të matin raportin DH në meteoritet që bien në tokë, të cilët janë copa asteroidësh. Dhe këtu vjen zbulimi i mahnitshëm. Raporti D në H në një lloj të veçantë asteroidi që quhet kondrit karbonac përputhet pothuajse plotësisht me raportin DH të ujit të oqeanit. Kondritat karbonace janë asteroid primitiv që përbëhen nga materiali më i hershëm i sistemit diellor. Ata janë të mbushur me minerale të hidratuara dhe përbërje organike, dhe kur shkencëtarët i krahasuan izotopet e tyre me ato të ujit toksor, përputhja ishte e habitshme. Në vitin 2015, një ekip shkencëtarësh të udhëhequr nga Connell Alexander nga institucioni Carnegie për shkencë, botoi një studim në revistën Science që analizoi raportin DH të 37 meteoriteve të ndryshme. Ata zbuluan se kondritet karbonace nga rripi i jashtëm i asteroidëve kishin një raport DH që ishte jashtëzakonisht i afërt me atë të ujit toksor. Kjo ishte një provë fort se shumë nga uji ynë erdhi nga asteroidët, por jo të gjithë. Diçka ende nuk përputhej plotësisht. Disa mostra tregonin në raporte pak të ndryshme, duke sugjeruar se asteroidët nuk ishin burimi i vetëm. Duhej të kishte edhe diçka tjetër. Ky diçka tjetër mund të jenë kometat. Ndryshe nga asteroidët, të cilët janë kryesisht shkëmbinj, kometat janë topa dëbore të ndyra, përzierje akulli uji, shkëmbinjsh, pluhurit dhe gazeve të ngrira. Ata vijnë nga zonat e jashtme të sistemit diellor, nga rajonet të ftohta, saqë molekulat e ujit mund të kondensojnë dhe ngrihen lehtësisht. Ka dy rajone kryesore nga vijnë kometat: rripa e Kuiperit, përtej orbitës së Neptunit, dhe reja e Oortit, një re sferike gjigante objekteve të ngrira që rrethon të gjithë sistemin diellor në një distancë prej deri në 2 deri në 3 trilion kilometra nga dielli. Kometat janë udhëtar të largët. Kur graviteti i një yllit që kalon afër ose një trazim tjetër kozmik i shqetëson ato, ato mund të hidhen në trajektore që i sjellin në sistemin e brendshëm diellor. Kur një komet afrohet me diellin, akulli në sipërfaqen e saj fillon të sublimojë, të kalojë drejt për drejt nga gjendje ngurtë në gaz pa u bërë i lëngshëm. Ky gaz formon një atmosferë të ndritur rreth kometës të quajtur kom, dhe era diellore e shty atë mbrapa duke krijuar bishtin karakteristik të ndritshëm që i bën kometat aq spektakolare në qiellin e natës. Por në ditët e hershme të sistemit diellor, kometat nuk ishin thjesht spektakel. Ata ishin bombardues. Siç orbitet e asteroidëve u trazuan nga Jupiteri, po kështu edhe orbitet e kometave u trazuan nga planetet gjigant: Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Miliona kometa u hodhën drejt planetëve të brendshëm, ku shumë prej tyre goditën Tokën, Marsin, Venusin dhe Mërkurin. Çdo kometë që godiste Tokën silte me vete tonelata, ndonjëherë miliona tonelata akull uji. Kur ajo përplasej me sipërfaqen, energjia e ndeshjes ishte aq e madhe sa akulli sublimohej menjëherë, duke çliruar ujin në atmosferë. Pyetja është: sa ujë sollën kometat? Për ta përcaktuar këtë, shkencëtarët kanë pasur nevojë të matin në raportin D e H të kometave dhe ta krahasojnë atë me raportin e ujit toksor. Në vitin 1986, kometa Halley kaloi afër Tokës dhe teleskopët e avancuar u mundsuan shkencëtarëve të analizojnë avullin e ujit në komën e saj. Rezultati ishte befasues dhe pak zhgënjyes. Raporti D/H i kometës Halley ishte rreth 2 herë më i lartë se ai i ujit toksor.
Kjo do të thoshte se nëse i gjithë uji jonë do të kishte ardhur nga kometa si Halley, raporti DH i oqeaneve tona do të ishte krejtësisht i ndryshëm nga ai që është. Por historia nuk mbaroi aty. Në vitin 2011, teleskopi hapësinor Herschel mat ujin në një komet tjetër të quajtur Hartley 2, dhe këtë herë rezultati ishte krejtësisht i ndryshëm. Kometa Hartley 2 kishte një raport D mbi H që ishte pothuajse identik me atë të ujit toksor. Si mund të ishte kjo e mundur? Si mund të kishin dy kometa raporte kaq të ndryshme? Përgjigjja është se jo të gjitha kometat janë të njëjta. Kometa Halley vjen nga reja e Oortit, një rajon jashtëzakonisht i largët dhe i ftohtë. Kometa Hartley 2 vjen nga rripa e Kuiperit, një rajon që është pak më i ngrohtë dhe më afër diellit. Këto diferenca në temperaturë dhe kushte gjatë formimit të tyre krijuan ujë me raporte të ndryshme DH. Kjo do të thotë se nëse toka u bombardua me kometa nga rripa e Kuiperit, ato mund të kenë kontribuar në ujin e oqeaneve. Por nëse u bombardua me kometa nga reja e Oortit, kontributi i tyre do të ishte më i vogël. Në vitin 2014, një mision historik arriti në një komet për herë të parë. Sonda e Agjencisë Hapësinore Evropiane Rosetta u fut në orbit rreth kometës 67 P Churyumov-Gerasimenko dhe dërgoi një landues të vogël të quajtur Philae në sipërfaqen e saj. Ky ishte hera e parë që njerëzimi preku një komet. Instrumentet në bord të Rosettës matën raportin D mbi H të avullit të ujit që dilte nga sipërfaqja e kometës. Rezultati ishte shkatërues për hipotezën e kometave. Raporti D mbi H ishte rreth 3 herë më i lartë se ai i ujit toksor. Kometa 67P, e cila erdhi nga rripa e Kuiperit, kishte shumë tepër deuterium për të qenë burimi kryesor i ujit toksor. Këto rezultate ngritën një pyetje të madhe. Nëse as asteroidet e rripit kryesor nuk e shpjegojnë plotësisht ujin ton, dhe as kometat nga rripa e Kuiperit apo reja e Oortit, atëhere nga erdhi uji i okeaneve? A është e mundur që uji ishte këtu gjatë gjithë kohës, i kapur brenda tokës vet? Kjo na çon në hipotezën e tretë, më të guximshme dhe më kontroverse. Ajo sugjeron se një pjesë e konsiderueshme e ujit toksor nuk erdhi fare nga hapësira, por ishte pjesë e materialit origjinal që formoi tokën. Kjo mund të t'ingeloj çmenduri, e kemi thënë tashmë se zona ku u formua toka ishte shumë e nxehtë për ujin. Por realiteti është më kompleks. Ndërsa sipërfaqja e tokës së re ishte një infern i shkrirë magme, thellë në brendësinë e planetit kushtet ishin të ndryshme. Mantelit i tokës, shtresa e shkëmbinjve midis korres dhe bërthamës metalike, nuk është thjesht shkëmb i thatë. Ai përmban sasira të konsiderueshme të hidrogjenit dhe oksigjenit të kapur në strukturën kristalore të mineraleve. Këta atome nuk janë ujë i lirë, por ata janë përbërësitë e ujit, dhe në kushtet e duhura, temperaturë dhe presion të lartë, ata mund të kombinohen për të formuar molekula ujë. Dhe më e rëndësishmja, nën presionin e jashtëzakonshëm që ekziston në mantelit, ky ujë nuk mund të avullojë dhe të humbas në hapësirë. Ai mbetet i kapur, i fshehur, duke pritur. Por si arriti ky ujë i fshehur të arrijë në sipërfaqe dhe të mbush oqeanet? Përgjigjja qëndron në procesin e quajtur degazimi. Kur vulkanët shpërthejnë, ata nuk lëshojnë vetëm lavë. Ata lëshojnë gjithashtu sasi të mëdha avulli ujë dhe gazësh të tjera që vijnë nga thellësia e mantelit. Ky proces ka qenë aktiv që nga ditët e para të tokës. Në të vërtetë, vulkanizmi i hershëm ishte miliona herë më intens se ai i sotëm. Imagjinoni një planet ku për çdo ditë qindra vulkan shpërthejnë njëkohësisht, duke dërguar kolona gjigante plazme dhe avulli përmes atmosferës. Çdo shpërthim çlironte tonelata uji nga mantelit në atmosferë. Me kalimin e kohës, ndërsa planeti po ftohej, avulli i ujit në atmosferë filloi të kondensohej. Në fillim, temperatura e sipërfaqes ishte ende shumë e lartë, mbi 100 gradë Celsius, dhe uji që binte si shi avullohej menjëherë sa po prekte tokën. Por gradualisht, me kalimin e miliona viteve, temperatura e sipërfaqes ra nën pikën e vlimit të ujit. Dhe pastaj, ndodhi diçka magjike. Uji filloi të mblidhej. Në fillim, në pellgje të vogla në depresionet më të thella, pastaj
në liçene dhe më në fund në have të tëra të ujit që u thelluan dhe u zgjeruan derisa formuan oqeanet e parë. Kjo teori e ujit endogjen, uji që vjen nga brendësia e tokës, ka fituar mbështetje në vitet e fundit nga zbulime të reja shkencore. Në vitin 2014, gjeologu Graham Pearson nga Universiteti i Albertës në Kanada botoi një studim që trondit botën shkencore. Ai dhe ekipi i tij kishin gjetur një diamant të veçantë, të formuar thellë në mantelin e sipërm të tokës në një thellësi prej rreth 400 deri në 600 kilometra. Brenda këtij diamanti ishte një gur i vogël i rrallë i quajtur ringwoodite. Dhe ky ringwoodite përmban ujë. Rreth 1.5% të peshës së tij është ujë i kapur në strukturën kristalore. Kjo mund të mos t'i ngëllojë si shumë, por kur e shumëzoni me vëllimin e jashtëzakonshëm të mantelit të tokës, shifrat bëhen të mahnitshme. Nëse vetëm 1% i vogël i mantelit përmban minerale të hidratuar si ringwoodite, atëherë sasia totale e ujit e kapur në brendësinë e tokës mund të jetë sa oqeanet që shihni në sipërfaqe, ose madje më shumë. Në fakt, disa shkencëtar besojnë se mantelit mund të përmbajë sa 3 deri në 5 oqean ujë. Kjo na sjell në një përfundim të habitshëm. Ndoshta luftojmë për pyetjen e gabuar. Në vend që të pyesim nga erdhi uji në oqeanet tona, ndoshta duhet të pyesim pse nuk ka më shumë ujë në sipërfaqe. Nëse mantelit përmban aq shumë ujë të kapur, pse oqeanet nuk janë më të thellë? Pse nuk e mbullojnë të gjithë planetin? Përgjigja ka të bëjë me ekuilibrin delikat midis proceseve që sjellin ujë në sipërfaqe dhe atyre që e kthejnë atë mbrapa. Vulkanizmi dhe proceset tjera shtyjnë ujë nga mantelit në oqeane, por subduksioni, procesi ku ploqat tektonike zhyten përsëri në mantelin, merr ujë nga oqeanet dhe e çon përsëri në thellësi. Kjo është një cikel i vazhdueshëm që ka vazhduar për miliarda vjet. Toka fith frym ujë, duke e marrë atë nga sipërfaqja dhe duke e çliruar atë përsëri. Por pyetja mbetet, sa nga uji ynë erdhi nga çdo burim? Sa erdhi nga asteroidët? Sa nga kometat? Sa ishte këtu që në fillim? Përgjigja më e mirë që shkenca mund të ofrojë sot është se të trija burimi kanë luajtur një rol. Sipas studimeve më të fundit, asteroidet e tipit kondrit-karbonac mund të kenë kontribuar rreth 50 deri në 70% të ujit të sipërfaqes. Kometat nga rripa e Kuiperit mund të kenë kontribuar një tjetër 10 deri në 20%. Dhe uji endogjen nga mantelit mund të ketë dhënë 20 deri në 40% tjetër. Por këtu vjen diçka edhe më mahnitshëm. Nëse një pjesë e konsiderueshme e ujit ton erdhi nga asteroidët dhe kometat, kjo do të thotë se ky ujë nuk u formua në sistemin ton diellor. Ai u formua më parë, në rrenë molekulare që kolapsoi për të krijuar dielin dhe planetët. Dhe para kësaj, uji mund të ketë qenë pjesë e një sistemi tjetër yjor, ndoshta në një galaktik tjetër, që ekzistonte miliarda vjet përpara lindjes së dielit ton. Çdo molekul uji që ju pini ka një histori kozmike. Ajo ka qenë në hapësirën ndërhyjore, e ngrirë në akull në errësirën absolute. Ajo ka udhëtuar me një komet për miliona vjet nëpër botë të errëta dhe të ftohta. Ajo është përplasur me tokën në një ndeshje të zjarrt që ka shkrirë shkëmbinj. Ajo ka qenë në oqeanet e hershme, ku jeta mori fillimet e saj të para. Ajo ka qenë në trupin e dinosaurëve gjigant dhe në gjethet e pemëve të lashta. Ajo ka avulluar, është ngritur në re, është kthyer si shi, ka rrjedhur në përlumenj, është kthyer në oqean dhe ka përsëritur këtë cikël pafund. Dhe kjo na sjell në një nga pyetjet më të thella. Nëse uji ynë erdhi nga hapësira, a ka edhe jeta ardhur nga hapësira? Molekulat organike, bloqet ndërtuese të jetës, janë gjetur në kometa dhe asteroid. Aminoacidet, përbërësit e proteinave, janë zbuduar në meteorit që bien në tokë. A është e mundur që jeta vetë, apo të paktën përbërësit e saj, të kenë ardhur nga një botë tjetër? Kjo ide quhet panspermia, dhe ndonse ajo tinglon si shkenc fiksion,
Ajo është një teori e ligjshme shkencore që po studiohet seriozisht. Sipas kësaj teorie, jeta nuk lindi në tokë, por u transporta këtu nga një vend tjetër në univers, ndoshta i transportuar nga një asteroid ose komet. Disa shkencëtar shkojnë edhe më larg, duke sugjeruar se jeta mund të jetë një fenomen universal që përhapet nga një sistem yjor në tjetrin, duke përdorur kometa dhe asteroid si mjete transporti. Por edhe nëse jeta lindi këtu, në tokë, origjina kozmike e ujit ton ka implikime të thella. Ajo do të thotë se përbërësit themelor të jetës, uji dhe molekulat organike, nuk janë unik për tokën. Ato janë të zakonshme në univers. Çdo sistem yjor që formohet nga një re molekulare do të përmbajë ujë. Çdo planet që formohet në zonën e duhur mund të bombardohet nga asteroidë dhe kometa që sjellin ujë. Dhe nëse ky është rasti, atëherë planet me oqeane si Toka mund të jenë shumë më të zakonshëm se sa mendonim. Në fakt, në 2 dekadat e fundit, astronomët kanë zbuluar mijëra egzoplanet, planet që orbitojnë yje të tjerë jashtë sistemit ton diellor. Disa prej tyre janë në atë që quhet zone banueshme, rajone rreth ilit të tyre ku temperaturat janë të përshtatshme për ujin e lëngshëm për të ekzistuar në sipërfaqe. Dhe nëse këta planet kanë oqeane, a mund të kenë edhe jetë? Pyetja për jetën në planet të tjerë është ndoshta pyetja më e madhe në shkencë sot, dhe gjithçka fillon me ujin. Kjo është arsyeja pse kur astronomët kërkojnë shenja të jetës në planet të tjerë, ata kërkojnë ujë. Uji është përbërësi thelbësor i jetës siç e njohim ne. Çdo qenie e gjallë në tokë, nga bakteret më të vogla në thelësitë e oqeanit deri te pemët gjigante në pyllin e shiut, varet nga uji. Jeta, të paktën jeta siç e njohim ne, nuk mund të ekzistojë pa ujë. Pra, kur shkencëtarët zbuluan se hënat e Jupiterit dhe Saturnit mund të kenë oqeane të ujit të lëngshëm në sipërfaqet e tyre të ngrira, kjo ishte një zbulim thelbësor. Evropa, një nga hënat e Jupiterit, ka një sipërfaqe të mbuluar plotësisht me akull. Por në këtë shtresë akulli, shkencëtarët besojnë se ekziston një oqean global i ujit të lëngshëm, i mbajtur i ngrohtë nga nxehtësia e gjeneruar nga forcat gravitacionale të Jupiterit. Ky oqean mund të jetë 10 kilometra i thellë dhe mund të përmbajë më shumë ujë se të gjitha oqeanet e tokës të marra së bashku. Imagjinoni atë, një oqean i errët, i fshehur nën kilometra akulli, ku asnjë rrezë dielli nuk ka depërtuar kurrë. A mund të ketë jetë atje? Në tokë, ne kemi zbuluar jetë në vendet më ekstreme, në kanalet e thella oqeanike, ku uji është afër pikës së vlimit, në shpellat e thella të mbushura me gaz toksik, madje edhe në shkëmbind kilometra nën sipërfaqen e tokës. Nëse jeta mund të mbijetojë në këto kushte në tokën tonë, pse jo në oqeanet e Evropës? Në vitin 2023, Agjencia Hapësinore Amerikane NASA planifikon të dërgojë një mision të quajtur Europa Clipper për të studiuar këtë hënë magjepse. Misioni do të fluturojë shumë herë pranë Evropës, duke përdorur instrument të avancuar për të kapur mostër nga avulli i ujit që del nga qarjet në sipërfaqen e akullit. Nëse ky avull përmban molekula organike apo shenja të tjera kimike të jetës, kjo do të ishte zbulimi më i madh në historinë e njerëzimit. Prova se jeta nuk është unik për tokën. Por le të kthehemi në tokën tonë për një moment. Ne kemi folur për se erdhi uji këtu, por çfarë për të ardhmen? A do të ketë toka gjithmonë oqeanet e saj? Përgjigjja e shkurtër është jo. Toka po humbet ujë, ngadalë, por me siguri. Avulli i ujit në shtresat e sipërme të atmosferës po zbërthehet nga rrezatimi solar në hidrogeni dhe oksigjen. Hidrogen, duke qenë gazi më i lehtë, po ikën në hapësirë. Çdo sekond, toka humbet rreth 3 kg hidrogjeni në hapësirë. Kjo mund të mos t'ingëllojë si shumë, por mbi periudha kohore gjeologjike ai grumbullohet. Në fund të fundit, mbi miliarda vjet, oqeanet e tokës do të tkurren. Dhe ka diçka edhe më të keqe që vjen. Dielli po bëhet gjithnjë e më i nqehtë. Çdo miliard vjet, shkëlqimi i diellit rritet me rreth 10%. Kjo nuk t'ingëllon si shumë, por efekti është dramatik. Në 1 miliard vjet, dielli do t'jetë aq i nqehtë sa oqeanet e tokës do të fillojnë të avullojnë më shpejt se sa mund të kondensojnë përsëri.
Avulli i ujit do të mbush atmosferën duke krijuar një efekt serre në ikje që do të nxehë më tej planetin. Në fundit, e gjithë atmosfera do të mbushet me avull uji dhe rrezatimi solar do ta zbërthejë ata. Hidrogjen do të ikë në hapësirë dhe oksigjeni ose do të reajojë me shkëmbind ose do të ikë gjithashtu. Brenda 2 miliard vitesh, toka mund të bëhet e ngjashme me Venusin e sotëm, një shkretëtirë ngjehtë pa ujë me një atmosferë trash prej dioksidit të karbonit dhe temperaturë sipërfaqe mbi 450 gradë Celsius. Por kjo është në një të ardhme shumë të largët. Për momentin, toka ka oqeanet e saj dhe jeta luzon. Dhe kjo na kthen në pyetjen me të cilën filluan. Nga erdhi uji? Përgjigja, siç kemi parë, është se ai erdhi nga 3 burimet: asteroidet, kometat dhe nga brendësia e tokës vet. Por ka diçka edhe më të mahnitshme në këtë përgjigje. Ajo na tregon se ne nuk jemi të izoduar. Ne jemi pjesë e një historie kozmike që ka filluar miliarda vjet përpara se toka të formohej. Çdo molekulë uji në trupin tuaj ka udhëtuar nëpër univers. Ka qenë pjesë e rreve ndërjore, e kometave të errta, e asteroidëve të rënë, e oqeaneve të hershme ku jeta u shfaq për herë të parë. Dhe nëse kjo është e vërtet për ujin ton, a mund të jetë e vërtet edhe për vetë jetën? A mund të jemi të gjithë ne, çdo atom në trupin ton, rezultati i proceseve që filluan në yje të tjera, në kohë të tjera, në vende të tjera në univers? A jemi ne, në një kuptim të vërtet, fëmijë të yjeve? Përgjigja është po. Çdo atom në trupin tuaj, përveç hidrogjenit, u krijua në mezen e një yli që vdiq shumë përpara se dieli ynë të lindë. Karbon, azot, oksigjen, fosfor, të gjitha këto janë produkte të fuzionit nuklear që ndodhi në yje që më vonë shpërthyen si supernova, duke shpërndar këta elemente në përhapësirë. Këto elemente u përfshin në rel molekulare që kolapsoi për të krijuar sistemin ton diellor. Ata u inkorporuan në asteroidët dhe kometat që bombarduan tokën e hershme, ata u bën pjesë e oqeaneve, e ajrit, e shkëmbinjve dhe më në fund, ata u bën pjesë e jush. Ju nuk jeni thjesht në univers. Ju jeni universi. Ju jeni një mënyrë me të cilën universi është bërë i vetëdijshëm për vetveten. Çdo frymëmarrje që merrni përmban atome që dikur ishin në një il. Çdo rrahje e zemrës suaj varet nga molekulat që kanë udhëtuar miliarda vjet në përhapësirë. Ju jeni i lidhur me gjithçka që ekziston, me çdo yll në qiell, me çdo planet që orbita atë yll, me çdo molekul uji në çdo oqean në univers. Kjo është thelbi i historisë së ujit ton. Nuk është thjesht një histori se si oqeanet u mbushën. Është një histori se si ne u lidhëm me kosmosin. Është një histori që na tregon se ne nuk jemi të veçantë dhe të izoduar në këtë planet të vogël blu. Ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe, diçka që shtrihet nëpër të gjithë universin, diçka që ka filluar me Big Bangun dhe do të vazhdojë derisa ili i fundit të shuhet. Por historia nuk përfundon këtu. Çdo zbulim i ri na sjell pyetje të reja, mistere të reja për t'u zgjidhur. Kur Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin ecën në hënë në vitin 1969, ata gjetën diçka që askush nuk e kishte pritur: gjurmë të ujit. Jo uji i lëngshëm sigurisht, por molekula uji të kapura në shkëmbind hënor. Në vitin 2009, misioni Lëkrosa i NASA zbombardoi qëllimisht një krater në polin e jugut të hënës dhe zbuloi prova definitive të akullit të ujit të fshehur në errësirën e përjetshme të atyre kratereve. Si arriti uji në hënë? Shumë mundësi, nga e njëjta bombë kometash dhe asteroidësh që goditi tokën. Dhe nuk është vetëm hëna. Marsi, planeti i kuq që duket kaq i thatë dhe i pajet, dikur kishte oqeane. Sondët që orbitojnë Marsin kanë fotografuar lumenj të tharë, delta, kanione të gdhëndura nga uji, madje dhe vijëza të shtresave të sedimenteve që tregojnë se dikur këtu ishte një liçen i thellë. Por ku shkoi i gjitha ai uji? Një pjesë avulloi në hapësirë kur Marsi humbi fushën e tij magnetike mbrojtëse. Një pjesë tjetër u ngri në polare, ku sot teleskopët zbulojnë shtresa të trasha akulli të fshehur nën pluhurin e kuq.
Dhe ka edhe më shumë. Në vitin 2018, radari në bordin e sondës Mars Express zbuloi një liçen uji të lëngshëm në nakujt polar të Marsit, në një thellësi rreth 1,5 kilometra nën sipërfaqe. Ujë i lëngshëm në Mars sot. A mund të ketë jetë atje, në ujin e nëndheshëm të Marsit? Kjo është një nga pyetjet që misioni Mars Sample Return, i planifikuar për vitet e ardhshme, do të përpiqet të përgjigjet. Por ndërsa presim, lind një pyetje më e madhe, më shqetësuese. Nëse uji është kaq i zakonshëm, nëse ai gjendet kudo, në hënë, në Mars, në hënat e Jupiterit dhe Saturnit, në asteroid dhe kometa, a jemi ne në këtë planet me oqeanet e tij të gjalla vërtet unik? A ka diçka të veçantë për tokën që i lejoi oqeaneve të saj të qëndrojnë të lëngshme për miliarda vjet? Apo jemi thjesht me fat? Përgjigja qëndron në një fenomen delikat që shkencëtarët e quajnë _QUOTE_1__, ose, më poetikisht, __QUOTE_20D__. Kjo është distanca nga një yll ku temperatura është as shumë e nxehtë, as shumë e ftohtë, pikërisht e duhur për ujin e lëngshëm. Në sistemin ton diellor, Toka është planeti i vetëm që qëndron plotësisht brenda kësaj zone. Venusi është shumë afër Diellit, Marsi është pak larg, por Toka është në vendin e përsosur. Kjo është sreca e parë e Mave, por ka edhe diçka tjetër që bën Tokën të veçantë. Fushë magnetike e fortë që na mbron nga era diellore. Kjo fushë gjenerohet nga lëvizja e metaleve të shkrira në bërthamën e Tokës. Pa këtë mburoj, era diellore do të kishte fshirë atmosferën dhe oqeanet tona, ashtu si bëri me Marsin. Pra, ne nuk jemi vetëm me fat për pozicionin ton, ne jemi me fat që planeti ynë ka një motor gjeologjik që ende punon. Por ja ku vjen një realitet shqetësues për të cilin shkencëtarët nuk flasin shpesh në publik. Ne nuk e dim vërtet sa ujë ka në Tokë. Po, mund të masim oqeanet, liçenet, lumenjt, akujt polar edhe avullin në atmosferë. Por pjesa më e madhe e ujit të Tokës mund të jetë e fshehur thellë në mantelin, në forma që ne mezi kemi filluar të kuptojmë. Zbulimi i ringwoodite, minerali që përmban ujë në thellësi prej 600 kilometra, na tregoi se ka shumë më tepër ujë brenda Tokës se sa në sipërfaqe. Por sa më shumë? Kjo është një nga misterit e mëdha të shkencave të Tokës. Ne nuk kemi mënyrë për të bëruar brime kaq të thella. Brimët më të thella që njerëzimi ka bërë arrin vetëm rreth 12 kilometra. Mantelit shkon deri në 2900 kilometra. Ne jemi si një mizë që përpiqet të kuptojë një elefant duke bërë vrima në këmbën e tij. Dhe kjo na sjell në diçka që kam dashur t'ju them që në fillim, por kam dashur të arrini këtu me një kuptim të plot të shkencës. Ja ku është. Ne nuk e dim vërtet nga erdhi uji. Po, kemi 3 hipoteza. Po, kemi prova që mbështesin secilën prej tyre, por e vërteta është se askush nuk është plotësisht i sigurt. Shkenca nuk është aq absolut sa e paraqesim shpesh. Ajo është plot me dyshime, me eksperimente të dështuara, me teori që nuk përputhen plotësisht me realitetin. Le të shohim diçka që rrallëherë diskutohet. Në vitin 2017, një ekip nga Universiteti i Gjenevës përpiqej të riprodhonte studimin e famshëm të Connell Alexander për raportin DH në meteorit. Ata përdorën metoda më të avancuara, instrumente më të sakta, mostra më të pastra, dhe rezultatet e tyre nuk u përkuan. Raportet DH që ata matën ishin konsiderueshëm të ndryshme nga ato të Alexander. Kjo nuk do të thotë se Alexander kishte gabim, mund të jetë thjesht që meteoritët e ndryshëm kanë histori të ndryshme. Por ajo që është shqetësuese është se askush nuk flet për këtë diskrepancë. Studimi u botua, por nuk mori vëmendje nga media. Pse? Sepse një histori e komplikuar nuk është aq tërheqëse sa një përgjigje e qartë. Ka edhe diçka tjetër. Kur teleskopi hapësinor Hubble mat raportin dëmbi H të ujit në atmosferën e egzoplanetve, ai gjen vlera që janë krejtësisht ndryshe nga ato që shohim në sistemin ton diellor,
Disa egzoplanet kanë raporte DH 10 herë më të larta se Toka, të tjerë kanë raporte 5 herë më të ulta. Si është kjo e mundur nëse uji vjen nga procese universale të njëjta? Përgjigja është se ne nuk e dim. Ndoshta kushtet në re të ndryshme molekulare krijojnë ujë me izotop të ndryshëm. Ndoshta distanca nga illi luan një rol. Ndoshta ka procese kimike që ne ende nuk i kuptojmë. Kjo është fryma e vërtetë e shkencës, jo faktet absolute, por pyetjet që na shtyjnë përpara. Dhe këtu vjen pyetja më e thellë prej të gjithave. Nëse ne nuk jemi plotësisht të sigurt se si u formua uji në tokë, si mund të jemi të sigurt se kuptojmë se si filloi jeta? Çdo model i origjinës së jetës në tokë fillon me ujin. Jeta, siç e njohim ne, është kimia e ujit. Çdo reakcion biologjik ndodh në një mjedis ujor. Proteinat pallohen në forma specifike, sepse molekullat e ujit i shtyjnë ato në ato forma. ADN. Ja, kodi i jetës është një molekul që funksionon vetëm në një zgjidhje ujore. Membranat që rrethojnë qelizat formohen spontanisht në ujë, sepse lipidet që përbëjnë membranat janë hidrofobike. Ato përpiqen të shmangin ujin dhe kështu mblidhen së bashku. Pra, pa ujë nuk ka jetë. Por sa uji nevojitet dhe çfarë lloji uji? Në vitin 2001, shkencëtari Stanley Miller, që ishte bërë i famshëm për eksperimentin e tij të vitit 1953, ku ai krijoi aminoacide nga një supë primitive, kreu një eksperiment tjetër më pak të njohur. Ai provoi të krijojë jetë duke përdorur ujë nga burime të ndryshme: ujë oqeani, ujë lumi, ujë shiu, ujë i pastër i distiluar. Rezultati ishte befasues. Vetëm uji që përmban minerale specifike mund të mbështesë reaksionet kimike që çojnë në molekula komplekse organike. Uji i pastër i distiluar ishte shumë i pastër. Ai nuk kishte elementet gjurmë të nevojshëm. Kjo na tregon diçka të rëndësishme. Jo çdo ujë është i barabartë. Uji që solli jetën në tokë duhet të ishte uji i pasur me minerale, uji që kishte rrjedhur në përshkëmbim dhe kishte tretur hekur, fosfat, sulfate dhe metale të tjera. Dhe këtu bëhet interesante. Nëse uji ynë erdhi nga asteroidët e tipit Kondrit Karbonac, atëherë ai ishte tashmë i pasur me minerale dhe molekule organike kur arriti. Këta asteroidi janë plot me përbërje kimike që janë përbërësitë e jetës: aminoacide, bazat azotore që formojnë ADN në sheqernat, madje edhe lipide. Pra, asteroidët nuk sollën vetëm ujin, ata sollën gjithashtu bloqet ndërtuese të jetës. Kjo ngjall një pyetje të jashtëzakonshme. A filloi jeta në tokë apo u transportua këtu nga diku tjetër? Kjo teori, e quajtur panspermia, ka një histori të gjatë dhe kontroverse. Ajo u propozua për herë të parë nga filozofi grek Anaxagora në shekullin e 5 para Krishtit, por u rigjallerua në një formë moderne nga kimisti suedez Svante Arrhenius në vitin 1903. Arrhenius sugjeroi se sporet e baktereve mund të udhtojnë në përhapësirë, të shtyjnë nga presioni i rrezatimit nga yjet dhe të kolonizojnë planet të rinj. Kjo ide u konsiderua si shkencë fiksion për dekada, por më pas erdhi zbulimi që ndryshoi gjithçka. Në vitin 1977, shkencëtari japonez Akira Shimoyama zbuloi aminoacide në një meteorit që kishte rënë në Australi, meteoriti Murchison. Këto nuk ishin kontaminime nga toka. Ato ishin aminoacide që kishin ekzistuar në hapësirë, në asteroidin që u bë meteorit për miliarda vjet. Dhe më e çuditshme, disa prej këtyre aminoacideve ishin të panjohura në jetën toksore. Ato ishin izomere që nuk përdoren nga jeta në tokë. Kjo provon për te i dyshimit se molekulat organike mund të formohen në hapësirë pa asnjë jetë. Por nëse mund të formohen molekulat organike, a mund të formojë edhe jeta vetë? Në vitin 2010, astrobiologe Chandra Wickramasinghe dhe kolegët e saj propozuan një version radikal të panspermisë. Ata sugjeruan se jo vetëm molekulat organike, por edhe mikroorganizma të gjalla mund të udhtojnë në përhapësirë, të mbrojtur brenda shkëmbimeve të asteroidëve dhe kometave. Këta mikroorganizma do të hynin në një gjendje hibernacioni të thellë, duke mbijetuar për miliona apo madje miliarda vjet në kushtet ekstreme të hapësirës.
temperatura afër zeros absolute, presion pothuajse zero, rrezatim intens. Dhe pastaj, kur asteroidi goditë një planet me kushte të përshtatshme, mikroorganizmat do të zgjohen dhe do të fillojnë të shumëfishohen. Jeta do të kishte filluar jo në tokë, por në një botë tjetër, të panjohur, ndoshta në një galaktik tjetër, miliarda vjet më parë. A është kjo e mundur? Eksperimentet kanë treguar se disa baktere dhe mikroorganizma janë jashtëzakonisht rezistent. Bakteret e cojtura tardigrade apo arin të ujit mund të mbijetojnë në vakumin e hapësirës, në rrezatimin intens, në temperature prej minus 270 gradë Celsius, madje edhe pa ushqim apo ujë për 10 vjet. Në vitin 2009, baktere u transportuan në stacionin ndërkombëtar të hapësirës dhe u ekspozuan në hapësirë të hapur për 16 muaj. Kur u kthyen në tokë, disa prej tyre ishin ende të gjalla. Ato ishin mjaftueshëm të forta për të mbijetuar udhëtimin ndërhapësinor, por edhe nëse jeta nuk u transportua si organizma të gjallë, koncepti themelor i panspermise mbetet i fuqishëm. Ne jemi të lidhur me universin në një mënyrë të thellë dhe të pasgjithshme. Çdo atom në trupin ton, çdo molekul uji që pim, çdo frymëmarrje që marrim është pjesë e një cikli kozmik që ka vazhduar për miliarda vjet. Ne nuk jemi vizitor në këtë univers. Ne jemi pjesë e tij. Ne jemi një mënyrë me të cilën universi përjeton vetveten. Le të ndalemi për një moment dhe të mendojmë për atë që kjo do të thotë. Nëse uji ynë erdhi nga asteroidët dhe kometat, dhe nëse ato objekte erdhën nga erreja molekulare që formoi sistemin ton diellor, dhe nëse ajo erre molekulare u formua nga mbetjet e yjeve që vdiqën përpara se dielli ynë të lindë, atëherë çdo molekul uji në trupin tuaj ka një histori që shtrihet miliarda vjet mbrapa në kohë. Ajo molekul ka qenë pjesë e një ylli. Ajo ka udhëtuar në përhapësirën ndërjore për miliona vjet. Ajo ka qenë ngrirë në errësirë absolute, më pas e nxehur në nxehtësinë e një komet që afrohet me diellin, më pas e goditur me forcë shkatërruese në sipërfaqen e tokës së hershme. Ajo ka qenë në oqeanet primitive ku jeta mori formë. Ajo ka qenë në trupin e dinozaurëve. Ajo ka avulluar dhe është përthithur nga rrënjët e pembe. Ajo ka rrjedhur në përlumenj dhe është kthyer në oqean. Dhe tani, ajo është këtu, në ju, duke mban ju të gjallë. A nuk është kjo magjepsëse? A nuk është kjo e jashtëzakonshme? Ju nuk jeni një individ i izoluar. Ju jeni një pjesë e një procesi kozmik që ka vazhduar që nga Big Bangu. Çdo atom në trupin tuaj ka qenë pjesë e diçkaje tjetër përpara se të bëhej pjesë e jush. Dhe kur ju vdisni, ato atome nuk do të zhduken. Ato do të kthehen në tokë, do të riciklohen, do të bëhen pjesë e diçkaje tjetër, një pemë, një ujë, një ylli në të ardhmen e lardhët kur toka të mos ekzistojë më. Kjo ide e ciklit kozmik të materive është një nga konceptet më të thellatë të shkencës moderne. Ajo na tregon se vdekja nuk është fundi, është thjesht një transformim. Atomet që ju përbëjnë nuk humben kurrë, ato thjesht vazhdojnë udhëtimin e tyre duke marrë forma të reja, duke bërë pjesë e proceseve të reja. Në një kuptim të vërtet, ju jeni të pavdekshëm, sepse përbërësit tuaj do të ekzistojnë përgjithmonë, duke u riorganizuar në modele të reja, duke marrë pjesë në historinë e vazhdueshme të universi. Por le të kthehemi në ujin për një moment të fundit, sepse ka një mister tjetër që nuk kemi prekur ende. Ne kemi folur për se si erdhi uji në tokë, por a kemi menduar ndonjëherë për se sa ujë ka në të vërtet në univers? Përgjigja është mahnitse. Uji është kudo. Çdo re molekulare që astronomët kanë observuar përmban ujë. Çdo sistem ujor që po formohet përmban ujë. Çdo komete, çdo asteroid, madje edhe pluhuri ndërhapësinor përmban molekula uji të ngrira. Uji nuk është i rrallë, ai është një nga përbërjet më të zakonshme në univers. Por këtu vjen diçka e çuditshme. Kur astronomët llogarisin sasia totale të ujit në univers, ata gjejnë diçka të papritur. Shumica e ujit nuk është në planetet, ai nuk është në yjet, ai është në hapësirë, i shpërndar në re të mëdha molekulare që shtrihen për triliona kilometra. Këto re përmbajnë më shumë ujë se sa të gjithë oqeanet e të gjithë planetëve të mundshëm
në të gjitha galaktikat të marra së bashku. Universi është plot me ujë. Shumicën e tij ne as nuk mund ta shohim, sepse është në formë gazore ose e ngrirë në grincat më të vogla të pluhurit kozmik. Dhe kjo na sjell në një realizim final, një të vërtet që mbase do të duhet të na përulje, por në të vërtet na bën më të lidhur me gjithçka që ekziston. Ne nuk jemi të veçantë. Oqeanet tona nuk janë unike. Pozita jonë në univers nuk është e privilegjuar. Ne jemi thjesht 1 nga 1 miliard bot me ujë, ndoshta 1 nga 1 miliard bot me jetë. Dhe kjo, në mënyrë të çuditshme, është një mesazh i bukur. Nuk jemi vetëm. Ne jemi pjesë e një historie më të madhe, një historie që shtrihet përtej tokës, përtej diellit ton, përtej galaktikës son. Ne jemi pjesë e një univers që është gjallë me mundësi. Por ka edhe një anë më të errët në këtë histori. Një fakt që shkencëtarët e diskutojnë në rrallë në publik sepse është shqetësues. Nëse uji është kaq i zakonshëm, nëse jetë mund të ekzistojë në shumë vende, atëherë pse ne nuk kemi gjetur prova të jetës inteligjente diku tjetër? Kjo është ajo që quhet paradoksi i Fermi. I emëruar pas fizikanit Enrico Fermi, që e ngriti atë për herë të parë në vitin 1950. Nëse universi është aq i madh dhe kaq i vjetër dhe kaq plot me ujë dhe mundësi për jetë, atëherë diku duhet të ketë civilizime të tjera. Disa prej tyre duhet të jenë shumë më të vjetra se ne, shumë më të avancuara. Atëherë, ku janë? Pse ne nuk i kemi dëgjuar? Pse ne nuk kemi parë prova të tyre? Ka shumë përgjigje të mundshme për këtë paradoks. Ndoshta jeta është e zakonshme, por jeta inteligjente është jashtëzakonisht e rrallë. Ndoshta civilizimet e avancuara shkatërrojnë veten, me luftra bërthamore, me shkatërrim mjedisor, me teknologji që bëhen shumë të fuqishme për të kontrolluar. Ndoshta ata janë atje, por ne thjesht nuk jemi të avancuar mjaftueshëm për t'i zbuluar. Ndoshta distancat janë thjesht shumë të mëdha, edhe me shpejtësinë e dritës do të duheshin miliona vjet për të udhëtuar nga një skaj i galaktikës në tjetrin. Apo ndoshta, dhe kjo është perspektiva më e errët, ne jemi të parët. Ne jemi civilizimi i parë inteligjent që ka lindur në këtë galaktik, ndoshta në këtë pjesë të universit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë përgjithësia jonë është e jashtëzakonshme. Ne jemi ata që do të përtaktojnë nëse jeta do të përhapet në përryjet apo do të mbetet e kufizuar në këtë planet të vogël blu. Nuk ka përgjigje të lehta për këtë pyetje, por ka një gjë të sigurt. Çdo herë që ju pini një glenjë ujë, ju jeni duke pirë historinë. Ju jeni duke pirë mrekullitë e kosmos. Ju jeni duke pirë një substancë që ka udhëtuar miliarda vjet për të arritur në gojën tuaj. Dhe kjo duhet të na bëjë të çmojmë atë që kemi. Okeanet, lumentë, liçenet, edhe uji që del nga rubineti juaj. Të gjitha këto janë pjesë e një trashëgimi kozmike, një dhuratë nga universi që duhej të ketë plot saktësi, fat dhe rrethanat e duhura për të arritur këtu. Pra, çfarë duhet të marrim nga kjo histori? Çfarë duhet të kuptojmë nga udhëtimi ynë nga yjet e vdekur deri te glota e parë uji që pim si foshnjë? Mendoj se mesazhi është ky. Ne jemi të lidhur. Ne nuk jemi individ të izoluar që jetojnë jetë të shkëputura në një planet që rastësisht ka ujë. Ne jemi pjesë e një rrjeti kozmik, një rrjet që lidh çdo atom, çdo molekul, çdo qenie të gjallë me të kaluarën e largët kozmike dhe me të ardhmen e panjohur. Çdo veprim që ne bëjmë, çdo molekul që lëshojmë në atmosferë, çdo pikë uji që ndotim ose shpërdorojmë, është pjesë e këtij cikli më të madh. Dhe ndoshta ky është mësimi më i rëndësishëm. Ne nuk jemi zotërues të këtij planeti. Ne jemi kujdestar të përkohshëm të një sistemi që ekzistonte miliarda vjet përpara nesh dhe do të vazhdojë miliarda vjet pas nesh. Uji që ne kemi nuk është yni për ta zotëruar. Ai është yni për ta mbrojtur, për ta kujdesur, për t'ia kaluar gjeneratave të ardhshme në të njëjtën gjendje ose më mirë se sa e morëm. Sepse nëse ka një gjë që kjo histori na mëson, është se uji nuk është i pakufizuar. Po, ka shumë ujë në universin në tërësi.
por uji i lëngshëm, uji që mund të mbështesë jetë, është i rrallë. Dhe pozita jonë, këtu, në këtë planet, në zonën Goldilocks, me fushën tonë magnetike mbrojtëse, me ciklin tonë të ujit që funksionon prej miliarda vitesh, është jashtëzakonisht e rrallë. Ne jemi fituesit e një lotarie kozmike kaq të paimagjinueshme sa ne mezi mund ta vlerësojmë fatin ton. Pra, herën tjetër që hapni rubinetin dhe mbushni një gotë ujë, ndaluni për një moment. Mendoni për udhëtimin që ka bërë ai ujë, mendoni për yjet që vdiqen për të krijuar atomet që e përbëjnë atë. Mendoni për asteroidët që udhëtuan për miliona vjet nëpër hapësirën e errët. Mendoni për goditjet e dhunshme që sollën atë ujë në tokë. Mendoni për oqeanet primitive ku jeta u shfaq për herë të parë. Mendoni për të gjitha qeniet e gjalla që kanë pirë atë ujë përpara jush. Dinozaurët, pemet e lashta, njerëzit e lashtë që ndërtuan piramida dhe shkruan poezi. Dhe mendoni për të gjithë ata që do ta pinë pas jush, fëmijët tuaj, niprit tuaj, njerëzit e së ardhmes që do të jetojnë në një botë që ne mezi mund ta imagjinojmë. Dhe pastaj, pini. Dhe kur e bëni, dini se ju nuk jeni thjesht duke pirë ujë, ju jeni duke pirë univers, ju jeni duke pirë kohë, ju jeni duke pirë mrekullinë e ekzistencës, ju jeni duke pirë lidhjen midis të kaluarës kozmike dhe së ardhmes së panjohur. Ju jeni duke pirë vetë jetën. Ky është sekreti i ujit. Nuk është thjesht H2O. Ai është historia e gjithçkaje që ka qenë ndonjëherë dhe gjithçkaje që do të jetë ndonjëherë. Ai është lidhja jonë me yjet, me planetët e tjerë, me të gjitha formate jetës që mund të ekzistojnë diku aty në errësirën e hapësirës. Ai është dëshmia se ne nuk jemi të izoluar, se ne jemi pjesë e diçkaje aq të madhe dhe të bukur sa nuk ka fjalë për ta përshkruar plotësisht. Pra, a i keni përgjigjen pyetjes me të cilën filluam? Nga erdhi uji në tokë, nëse ajo lindi në zonën e shkretirës? Tani e dini se përgjigja nuk është e thjeshtë. Ajo është e ndërlikuar, e bukur dhe e mistershme. Uji erdhi nga asteroidët, erdhi nga kometat, erdhi nga brendësia e tokës, por më e rëndësishmja, ai erdhi nga jetë që vdiqen, nga proceset që filluan me Big Bangun, nga forca që ne mezi kemi filluar të kuptojmë. Por historia e vërtet nuk është për origjinën e ujit. Historia e vërtet është për origjinën tonë. Sepse kur e kuptojmë se nga erdhi uji, ne kuptojmë se nga erdhi jeta. Dhe kur e kuptojmë se nga erdhi jeta, ne kuptojmë diçka më të thellë për vetveten. Ne nuk jemi aksident. Ne jemi pasojë të pashmangshme të ligjeve të fizikës dhe kimisë. Ne jemi mënyra me të cilën universi krijon kompleksitet nga simpliteti, rend nga kaosi, vetdije nga materia. Dhe kjo na lë me një pyetje finale, një pyetje që nuk ka përgjigje të lehta. A jemi ne të vetmit? A ka vende të tjera në univers ku udhëtimi i ngjashëm ka ndodhur, ku molekulat e ujit kanë udhëtuar nga jetë e vdekur në oqeanet e një planeti të ri, ku jeta ka lindur dhe evoluar dhe krijuar qenie që shikojnë yjet dhe pyesin të njëjtat pyetje që po bëjmë ne? Apo jemi ne unik? Një mrekulli e vetme në një univers që përndryshe është i pajet? Ne nuk e dim, ende. Por fakti që po e bëjmë pyetjen është vetë një mrekulli. Sepse ne jemi uji që ka mësuar të mendojë. Ne jemi atome që kanë mësuar të pyesin se nga erdhën. Ne jemi univers që ka bërë të vetëdijshëm për vetveten. Dhe kjo, pavarësisht të gjitha pasigurive, të gjitha pyetjeve të papërgjigjura, të gjitha mistereve që mbeten, është diçka e jashtëzakonshme. Pra, pyetja nuk është më vetëm kuote 11, pyetja është kuote 16. Sepse tani që e dim historinë e tij, tani që e kuptojmë se sa i rrallë dhe i çmuar është, ne kemi një përgjegjësi. Ne duhet ta mbrojmë atë, jo vetëm për veten tonë, por për të gjitha formate jetës që varen prej tij. Jo vetëm për të tashmen, por për të ardhmen.
jo vetëm për këtë planet, por për mundësinë që një ditë, nëse jemi të mençur dhe me fat, ne mund të çojmë ujë dhe jetë në botë të tjera, në yje të tjerë. Në pjesë të universit që ende nuk kanë përjetuar mrekullitë e jetës së vetëdijshme. Kjo është trashëgimia jon. Kjo është detyra jon. Kjo është kuptimi ynë. Jo thjesht për të ekzistuar, por për të cuar përpara historinë që filloi miliarda vjet më parë, në zemrat e yjeve të vdekur, në errësirën e hapësirës ndërjore, në oqeanet e para të tokës së re. Ne jemi mbajtësit e kësaj historie. Ne jemi ata që vendosin se si do të vazhdojë ajo. Dhe gjithçka fillon me një pikë uji. Por le të shohim diçka që kam dashur t'ju them gjatë gjithë këtij udhëtimi. Diçka që ndryshon gjithçka që mendonim se dinim për ujin. Në vitin 2018, një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Kolumbias zbuloi diçka të jashtëzakonshme në thellësitë e oqeaneve tona. Ata gjetën ujë që kishte qenë i izoluar nga sipërfaqja për më shumë se 1 miliard vjet. Ky ujë, i kapur në formacione shkëmbore thellë në zonën e subduksionit, kishte një përbërje kimike krejtësisht të ndryshme nga uji i oqeanit. Raporti i tij DEHA nuk përputhej me asgjë që ne kishim parë më parë. Ishte sikur të kishe gjetur një oqean të fshehtë, një sistem paralel i ujit që kishte ekzistuar në mënyrë të pavarur prej mijëra milion vitesh. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se toka nuk ka një sistem të vetëm, uji. Ajo ka shumë sisteme, disa prej të cilave ne mezi kemi filluar të eksplorojmë. Ka ujë në sipërfaqe që ne mund ta shohim dhe prekëm. Ka ujë në mantelin, kilometra në këmbët tona. Ka ujë në subduksionet, ku ploqat tektonike zhyten përsëri në thellësi. Dhe ka edhe ujë që ne nuk e kemi zbuluar ende, në vende që ne nuk kemi imagjinuar. Sa ujë ka vërtet në tokë? Asgjë nuk e di me siguri, por çdo zbulim i ri na tregon se ka më shumë se sa mendonim. Dhe kjo na sjell në një pyetje që duhet t'ju ketë munduar prej kohësh. Nëse uji është kaq i zakonshëm, nëse ai është në të gjithë universin, pse ne e çmojmë aq shumë? Pse luftrat janë luftuar për ujë? Pse qytetet të tëra janë ndërtuar pranë burimeve të ujit? Pse civilizime të tëra janë shkatërruar kur burimet e tyre të ujit u tharën? Përgjigja është se nuk është çdo ujë që ka rëndësi për jetën. Duhet të jetë ujë i lëndshëm, në temperaturë të caktuara, me mineralet e duhura. Duhet të jetë i aksesueshëm, duhet të jetë i pastër, dhe kjo kombinim është jashtëzakonisht e rrallë, edhe në tokë. Le të flasim për diçka që të gjithë e dim, por rrallë e mendojmë vërtet. Shumica e ujit në tokë nuk është i pitur. 97% e ujit të tokës është në oqeane, ujë i kripur që nuk mund ta pim. Nga 3% që mbetet, 2/3 janë të ngrira në akujt polar dhe në male. Kjo lë vetëm 1% të vogël, rreth 1%, si uji i ëmbël i lëngshëm që është i aksesueshëm për ne. Dhe prej këtij 1%, shumica është ujë nëntoksor, i fshehur në shtresat e akuiferëve thellë nën sipërfaqe. Vetëm një pjesë e vogël, pak më shumë se 0,01% e të gjithë ujit të tokës është në lumenj dhe liqene, burimi kryesor që njerëzimi përdor. Imagjinoni atë, të gjithë uji që ne pim, të gjithë uji që përdorim për të rritur ushqimin ton, të gjithë uji që mban qytetet tona të gjalla, vjen nga më pak se 0,01% e ujit të planetit. Është sikur të jetosh në një shtëpi gjigante me 100 dhoma plot me thesare, por ti mund të hysh vetëm në një dolap të vogël në një kënd të errët. Pjesa tjetër është e bllokuar, e papërdorshme, e paarritshme. Dhe ka edhe më keq. Nga ai dolap i vogël që ne kemi akses, ne ndotim një pjesë të madhe. Kimikatet industriale, plehrat bujqësore, plastika, metalet e rënda, të gjitha këto përfundojnë në ujërat tona. Sot, më shumë se gjysma e popullsisë botërore jeton në rajone ku ujërat nëntoksore janë të ndotura në një nivel të caktuar. Dhe kjo nuk është thjesht një problem mjedisor, është një kërcënim ekzistencial. Sepse nëse ne ndotim burimet tona të pakta të ujit të ëmbël, ku do të shkojmë?
Nuk ka planet tjetër me ujë që ne mund të migrojmë. Nuk ka burim alternativ. Ky është uji i vetëm që kemi. Por ja, ku vjen një këndështrim që ndryshon gjithçka. Çfarë nëse ju them se teknologjia moderne po na jep mundësinë të krijojmë ujë të ri? Jo, nuk po flas për konvertimin e ujit të kripur në ujë të ëmbël, megjithse ai është gjithashtu i rëndësishëm. Po flas për diçka më thelbësore. Në vitin 2020, një ekip shkencëtarësh nga Instituti i Teknologjisë së Massachusettit zbuloi një mënyrë për të marrë hidrogjenin nga era diellore dhe oksigjenin nga dioksidi i karbonit në atmosferë, dhe për t'i kombinuar ato në ujë. Procesi është ende shumë i shtrenjtë dhe i ngadaltë për përdorim masiv, por parimi është provuar. Ne mund të krijojmë ujë nga grimcat themelore, ashtu siç bën universi. A e kuptoni çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë se ne po mësojmë të bëjmë atë që asteroidët dhe kometat bën për miliarda vjet, të krijojmë ujë nga materiali themelor. Ne po bëhemi, në një kuptim, krijues të ujit. Dhe nëse ne mund ta bëjmë këtë në shkallë industriale, nëse ne mund të bëjmë të lirë dhe efikase, atëherë ne mund të transformojmë shkrettirat në kopshte. Ne mund të mbushim lumejt e tharë, ne mund të sjellim jetë në vende ku asnjë gjë e gjallë nuk ka ekzistuar kurrë. Por para se të ndërojmë shumë larg, le të përballen me një realitet të hidhur. Ndërsa ne po bëhemi më të aftë në krijimin e ujit, ne jemi gjithashtu duke bërë gabime të mëdha në mënyrën se si e menaxhojmë atë që tashmë kemi. Deti i Aralit, dikur një nga liçenet më të mëdha në botë, është tharë pothuajse plotësisht, sepse lumejt që e ushqenin u devijuan për ujitje. Lumi i Colorado, që dikur rrjedhte furishëm në gjirin e Kalifornisë, tani shpesh nuk arrin fare në oqean. Uji i tij shfrytëzohet plotësisht përpara se të arrijë detit. Akuiferët nëntoksor në të gjithë botën po tërhiqen më shpejt se sa mund të riarivohen. Ne jemi duke jetuar përtej mjeteve tona të ujit, duke harquar kapitalin në vend të interesit. Dhe këtu vjen pyetja që duhet të na mbajë zgjuar natën. Çfarë do të ndodhë kur uji të mbaroj? Jo në univers, ne e dim se ka shumë ujë atje, por çfarë do të ndodhë kur uaji i lëngshëm, i pastër, i aksesueshëm të mbaroj në tokë? A do të luftojmë për të? Historia thot po, luftrat për ujë janë ndër më të vjetrat në historinë e njerëzimit. Apo a do të gjejmë mënyra për të bashkëpunuar, për të ndarë këtë burim të çmuar, për të krijuar sisteme që sigurojnë se çdo qenie njerëzore ka akses në ujin që i nevojitet për të jetuar. Këto nuk janë pyetje abstrakte. Këto janë pyetje që ne duhet t'i përgjigjemi tani, në këtë generacion, sepse zgjedhjet që ne bëjmë sot do të përcaktojnë se si do të jetë jeta në tokë për qindra ose madje mijëra vjet në të ardhmen. Nëse ne ndotim ujërat tona përtej pikës së rikuperimit, nëse ne shterojmë akuiferet tanë nëntoksor, nëse ne lejojmë ndryshimet klimatike të shkatërrojnë ciklin e ujit, atëherë ne po ja lëm gjeneratave të ardhshme një planet që është shumë më pak i banueshëm se ai që ne trashëguam. Por ka gjithashtu arsye për shpresë, sepse për herë të parë në histori, ne e kuptojmë vërtet natyrën e ujit. Ne e dim nga erdhi, ne e dim sa i rrallë është. Ne e dim se sa jetik është për çdo formë jete. Dhe me këtë njohuri vjen përgjegjësia për të vepruar. Ne nuk mund të pretendojmë ignorancë. Ne nuk mund të themi se nuk e dinim. Ne e dim. Dhe tani ne duhet të vendosim çfarë do të bëjmë me këtë njohuri. Le të kthehemi për një moment në atë ide me të cilën filluan. Idenë se çdo gjyënk uji që pini ka një histori kozmike. Por le ta shohim atë nga një këndvështrim tjetër. Jo vetëm që uji ka një të kaluar, ai ka gjithashtu një të ardhme. Çdo molekulë që ju pini do të vazhdojë udhtimin e saj pasi të kalojë nëpër trupin tuaj. Ajo do të dalë, do të filtrohet, do të kthehet në ujëra të ndyra, do të pastrohet nga natyra ose nga sistemet tona të trajtimit, do të avullojë, do të kondensojë, do të bjerë si shi, do të thithet nga rrënjët e pemëve, do të pijë nga kafshët, do të rrjedhë në lumenj, do të kthehet në oqean. Dhe në të ardhmen e largët, kur dielli të bëhet një gjigant të kuq dhe të gëlltitur tokën, ato molekula uji do të çlirohen në hapësirë, ku ato mund të bëhen pjesë e një komet, ose të bien në një planet të ri,
ose të përfsihen në një yll të ri. Cikli nuk përfundon kurrë. Uji që është në ju sot ka qenë në dinozaur, dhe dinozaurët ishin ujë që kishte qenë në oqeanet primitive, dhe ato oqeane ishin ujë që kishte ardhur nga asteroidët, dhe ato asteroid ishin ujë që kishte qenë në yjet e vdekur, dhe ato yje ishin hidrogjen dhe oksigjen që kishin qenë pjesë e Big Bangut. Gjithçka është e lidhur. Gjithçka është pjesë e të njëjtit cikël të madh kozmik. Dhe kjo na sjell në një realizim që është njëkohësisht i ndërtuar dhe i frikshëm. Ne nuk kemi vetëm një përgjegjësi ndaj vetes son ose ndaj gjeneratave tona. Ne kemi një përgjegjësi ndaj ciklit kozmik. Sepse mënyra se si ne trajtojmë ujin sot ndikon jo vetëm në të tashmen, por në mënyrë të paimagjinueshme në të ardhmen. Nëse ne ndotim ujin me substanca që nuk prishen për miliona vjet, ne po ndikojmë në cicëllin që do të vazhdojë shumë pas ekzistencës son. Le të flasim për diçka që pak njerëz e dinë. Ka substanca që ne i kemi krijuar, që natyra nuk mund t'i zbërthejë. Kimikalet e quajtura për dhe polifluoroalkil, ose PFAS, janë aq të qëndrueshme sa ato quhen kimikale të përjetshme. Ato nuk prishen, ato nuk zbërthehen, ato thjesht qëndrojnë në ujë për gjithmonë. Dhe ne i kemi lëshuar miliona tonelata prej tyre në ujërat tona. Kjo do të thotë se uji që një qenie e ardhme do të pijë 1 milion vjet nga tani, do të përmbajë gjurmët e kimikaleve që ne krijuam në shekullin e 20 e 11. Ne po lëm një nënshkrim në historinë kozmike të ujit, dhe ky nënshkrim nuk është pozitiv. Kjo duhet të na turpëroje, por ajo duhet gjithashtu të na motivojë, sepse nëse ne mund të lëmë një nënshkrim negativ, ne mund gjithashtu të lëmë një pozitiv. Ne mund të pastrojmë ujërat tona. Ne mund të zhvillojmë teknologji që zbërthen substanca toksike. Ne mund të krijojmë sisteme që ruajnë dhe riciklojnë ujin në mënyra që e bëjnë atë më të pastër se kur filloi. Ne mund të bëhemi jo shkatërrues, por restaurues të ciklit të ujit. Dhe këtu vjen një ide që disa shkencëtarë kanë propozuar që tingëllon si shkencë fiksion, por është plotësisht e realizueshme me teknologjinë që ne kemi sot. Çfarë nëse ne mund të eksportojmë ujë në planete të tjerë? Jo për të tërhequr nga burimet e tokës, kjo do të ishte çmenduri. Por çfarë nëse ne mund të kapmë komet kur ato kalojnë pranë tokës, të ekstraktojmë ujin e tyre dhe ta transportojmë në vendet e tjera në sistemin ton diellor ku nevojitet? Çfarë nëse ne mund të sjellim ujë në Mars për të rigjallëruar oqeanet e tij të vdekur? Çfarë nëse ne mund të dërgojmë ujë në Hën për të mbështetur bazat e ardhshme njerëzore atje? Këto nuk janë fantazi të largëta. Këto janë projekte që inxhinierët po punojnë sot. Në vitin 2021, kompania Private Planetary Resources ka shpallur plane për të zhvilluar teknologji për të minier asteroidet për ujë. Ndonse kompania më vonë fali, idea mbetet, dhe agjencitë hapësinore si NASA dhe ESA po investojnë në kërkime për të gjetur dhe ekstraktuar ujë nga hëna dhe asteroidet. Nëse ne mund ta bëjmë këtë, nëse ne mund të bëhemi jo vetëm konsumator, por edhe shpërdarës të ujit në sistemin diellor, atëherë ne do të kemi hyrë në një fazë të re të historisë kozmike. Ne do të bëhemi në një kuptim ajo që asteroidët ishin për tokën e hershme, bartës të ujit, sjellës të jetës. Ne do të marrim rolin që graviteti i Jupiterit luajti në shpërdarjen e asteroidëve. Ne do të bëhemi agent aktiv në shpërdarjen e ujit dhe, mundësisht, të jetës në të gjithë sistemin diellor. Kjo është një përgjegjësi e madhe, por është gjithashtu një mundësi e jashtëzakonshme. Imagjinoni një të ardhme ku Mars ka oqeane përsëri. Imagjinoni ujë që rrjedh në sipërfaqen e hënës, të mbrojtur nga kubeza gjigante ose nën tokë. Imagjinoni koloni njerëzore në satelitët e Jupiterit, duke jetuar në tunele të gdhendura në akujt e Evropës, duke pirë ujë që ishte atje për miliarda vjet. Imagjinoni një qytetërim që shtrihet jo vetëm në një planet, por në një sistem të tërë diellor, i lidhur nga një burim i përbashkët, uji që dikur erdhi nga yjet.
Kjo nuk është shkencë fiksion. Kjo është e ardhmja e mundshme nëse ne bëjmë zgjedhjet e duhura. Por për të arritur atë, ne duhet së pari të mësojmë të menaxhojmë ujin që tashmë kemi. Ne duhet të ndalojmë së ndoturi burimin që na jep jetë. Ne duhet të ndalojmë së shteruri rezervat tona. Ne duhet të zhvillojmë sisteme që trajtojnë ujin si ajo që është vërtet. Jo një burim i pakufizshëm që ne mund ta shfrytëzojmë sipas dëshirës, por një trashëgimi kozmike që ne kemi përgjegjësinë të ruajmë. Dhe kjo na kthen në pyetjen fundamentale që ka qenë në zemër të gjithë kësaj historie. Çfarë është uji vërtet? A është thjesht H2O, një molekule thjesht e përbërë nga 2 atome hidrogjen dhe 1 atom oksigjen? Apo është diçka më shumë, një lidhje me të kaluarën kozmike, një burim i jetës, një përbërës thelbësor i vetë ekzistencës? Mendoj se përgjigjja është që uji është të gjitha këto dhe më shumë. Ai është kimika dhe poetika. Ai është shkencë dhe mister. Ai është përbërës themelor i universit dhe substanca më e çmuar në tokë. Ai është e kaluara dhe e ardhmja, e vdekja dhe jeta, fundi dhe fillimi. Çdo pikë uji përmban një univers të historisë, një përmbledhje të proceseve që kanë formuar gjithçka që ekziston. Dhe më e rëndësishmja, uji është një përkujtues. Një përkujtues se ne nuk jemi të veçantë nga natyra, por pjesë e saj. Një përkujtues se çdo veprim ka pasoja që shtrihen përtej kohës dhe hapësirës. Një përkujtues se ne jemi të lidhur me gjithçka, me yjet që vdiqen, me asteroidët që u përplasen, me bakteret e para që notuan në oqeanet primitive, me qenijet e ardhshme që do të jetojnë në botë që ne mezi mund të imagjinojmë. Pra, herën tjetër që ju hapni rubinetin, ndaluni. Shikoni ujin që rrjedh. Mendoni për udhëtimin që ai ka bërë, nga zemra e një ylli të vdekur, në për errësirën e ftohtë të hapësirës, në ndeshje të dhunshme me tokën e re, në për oqeanet primitive ku jeta u shfaq, në për mijëra gjenerata të qenieve të gjalla, përmes ajrit dhe tokës dhe lumenj, dhe më në fund, në rubinetin tuaj. Dhe pastaj, mendoni për udhëtimin që ai do të bëj pasi ju ta pini, në për trupin tuaj, përsëri në botë dhe më tej në një të ardhme që ne nuk mund ta parashikojmë. Ju jeni një pike në këtë udhëtim. Një moment në një histori që ka vazhduar për 14 miliard vjet dhe do të vazhdoj për triliona më shumë. Por ju jeni një moment i rëndësishëm, sepse ju jeni i vetëdijshëm. Ju mund të zgjidhni, ju mund të vendosni se si do të trajtoni këtë dhuratë kozmike që është uji. Ju mund të vendosni nëse historia e ujit në tokë do të jetë një nga ruajtje ose shkatërrim, një nga urtësi ose ignorance, një nga shpresë ose dëshpërim. Zgjidhni urtësinë, zgjidhni shpresën, zgjidhni të jeni pjesë e një historie që e bën universin një vend më të mirë, më të gjallë, më të vetëdijshëm. Sepse në fund të ditës, ju nuk jeni thjesht duke pirë ujë. Ju jeni duke pirë historinë e universit. Dhe me çdo gjëng, ju po shkruani kapitullin tjetër të asaj historie. Bëjeni një kapitull që ja vlen të lexohet. Por le të zhytemi më thellë, sepse ka diçka për ujin që ne nuk kemi prekur ende, diçka që e bën atë edhe më të jashtëzakonshëm se çdo gjë që kemi diskutuar deri tani. Kjo ka të bëjë me vetë natyrën e molekulës së ujit, me mënyrën se si ajo sillet, me proprietete që sfidojnë logjikën dhe ende marrin mendjen e shkencëtarëve më të mëdhenj në botë. Uji nuk është thjesht një lëng i zakonshëm. Ai është një anomali, një përjashtim nga rregullat, një substancë kaq e çuditshme sa nëse ne nuk do ta kishim njohur, do të mendanim se ajo është e pamundur. Le të fillojmë me diçka që të gjithë e dim, por askush nuk e mendon vërtet si të çuditshme. Akulli noton. Kjo tingëllon e zakonshme, por ajo është jashtëzakonisht e pazakontë. Pothuajse çdo substancë tjetër në univers bëhet më e dendur kur ngrin. Forma e saj e ngurtë zhytet në formën e saj të lëngshme, por jo uji. Kur uji ngrin, molekullat e tij formohen në një strukturë kristalore që përmban hapësirë boshe
duke e bërë akullin më pak të dendur se uji i lëngshëm. Kjo është arsyeja pse akulli noton, dhe kjo pronë e thjesht e çuditshme ka shpëtuar jetën në tokë. Imagjinoni çfarë do të ndodhte nëse akulli do të zhytej. Në dimër, sipërfaqja e liçeneve dhe oqeaneve do të ngrihej dhe akulli do të zhytej në fund. Më shumë ujë do të ngrihej në sipërfaqe dhe do të zhytej gjithashtu. Gradualisht, e gjithë masa e ujit do të ngrihej nga fundi deri në krye, duke e kthyer oqeanin në një blok gjigant. Akulli. Jeta në ujë do të ishte e pamundur. Peshqit, bimët ujore, të gjitha do të vdisnin. Dhe gjatë verës, vetëm një shtrese hollë sipërfaqësore do të shkrihej, duke lënë shumicën e oqeanit të ngrirë përgjithmonë. Toka do të ishte një planet i vdekur, i mbuluar me akull. Por për shkak të kësaj anomalie të çuditshme, akulli formon një shtresë mbrojtëse në sipërfaqe që izolon ujin poshtë, duke e mbajtur atë të lëngshëm edhe në dimrat më të ftohtë. Jeta vazhdon në akull. Peshqit notojnë, bimët fotosintetizojnë, mikroorganizmat shumëfishohen. Gjithçka për shkak të një pronë të vogël, të çuditshme të molekulës së ujit. A e kuptoni sa e jashtëzakonshme është kjo? Një ndryshim i vogël në strukturën molekulare të ujit dhe jeta në tokë nuk do të ekzistonte kurrë. Por kjo është vetëm fillimi i anomalive të ujit. Ka një tjetër pronë që është edhe më e çuditshme: kapaciteti termik specifik. Uji mund të përthith sasi të mëdha nxehtësie pa ndryshuar shumë temperaturën e tij. Kjo është arsyeja pse oqeanet luajnë një rol kaq të madh në rregullimin e klimës së tokës. Ato veprojnë si një sistem gjigant ajri të kondicionuar, duke përthithur nxehtësinë gjatë verës dhe duke çliruar atë gjatë dimrit. Pa këtë pronë, temperaturat në tokë do të luhateshin nga e nxehtë ekstreme në të ftohtë ekstreme brenda orëve. Jeta siç e njohim do të ishte e pamundur. Dhe ka edhe më shumë. Uji ka tensionin më të lartë sipërfaqësor të çdo lëngu përveç Merkurit. Kjo është arsyeja pse insektet mund të ecin në ujë, pse pika e ujit ruan formën sferike, pse pemët mund të transportojnë ujin nga rrënjët në gjethe përmes kapilaritetit. Pa këtë pronë, bimët toksore nuk do të mund të ekzistonin, të paktën jo në format që ne i njohim. Çfarë e shkakton të gjitha këto anomali? Përgjigja qëndron në atë që quhet lidhje hidrogjeni. Molekula e ujit nuk është thjesht dy atome hidrogjen të lidhura me një atom oksigjen. Ajo ka një formë specifike, një kënd prej 104 grade gjysmë midis dy lidhjeve hidrogjen-oksigjen që i jep asaj një moment dipolar. Një anë e molekulës është lehtësisht pozitive, tjetra lehtësisht negative. Kjo do të thotë se molekulat e ujit tërhiqen nga njëra tjetra, duke formuar lidhje të dobta por të shumta që quhen lidhje hidrogjeni. Këto lidhje janë aq të forta sa uji ka pikën më të lartë të vlimit nga çdo molekulë e madhësisë së ngjashme. Metani, për shembull, ka peshë molekulare të ngjashme me ujin, por ai vlon në -162 gradë Celsius. Nëse uji do të sillej si metani, ai do të ishte gaz në temperatura normale të tokës. Nuk do të kishte okeane, nuk do të kishte lumenj, nuk do të kishte jetë. Në vitin 2001, fizikan nga Universiteti i Shtoholmit zbuluan diçka edhe më të çuditshme. Ata gjeten se uji i lëngshëm nuk është një substancë uniforme. Ai ekziston në dy gjendje të ndryshme, me densitësi të ndryshme, dhe këto dy gjendje vazhdimisht transformohen nga njëra në tjetrën. Në temperatura të ulta, uji ka tendencë të formojë struktura më të renditura, më të ngjashme me akullin. Në temperatura të larta, strukturat bëhen më kaotike, por edhe në temperaturë dhome, molekulat e ujit vazhdimisht lëvizin midis këtyre dy gjendjeve, duke krijuar një strukturë dinamike që ndryshon çdo femtosekond, 1 milionshë e 1 miliardshë e 1 sekonde. Kjo dinamik në shkallë molekulare është ajo që e bën ujin aq të përsosur për jetën. Ajo lejon molekulat biologjike të lëvizin, të ndërveprojnë, të kryejnë reaksionet kimike që janë baza e jetës. Nëse uji do të ishte shumë i strukturuar, shumë i renditur, ai do të ishte si një akull dhe asgjë nuk do të lëvizte. Nëse do të ishte shumë kaotik, shumë i parenditur, ai nuk do të kishte vetit unike që e bëjnë atë të përsosur për jetën.
Ugji është pikërisht në mesin, një balancë delikat midis rendit dhe kaosit, midis strukturës dhe fluiditetit. Dhe këtu vjen një ide që ka shkaktuar debate të zjarrta në komunitetin shkencor për dekada. Disa shkencëtar kanë sugjeruar se uji mund të ketë atë që quhet kujtesë, aftësinë për të mbajtur informacion për substancat me të cilat ka qenë në kontakt. Kjo ide u bë e famshme nga puna e Jacques Benveniste në vitet 80, i cili pretendoi se uji mund të kujtojë molekulat që dikur ishin të tretur në të, edhe pasi të jenë holluar aq shumë sa nuk mbetet asnjë molekul e substancës origjinale. Kjo teori u përdor për të justifikuar homeopatin, një praktikë mjekësore alternative që përdor zgjidhje jashtëzakonisht të holluara të substancave të ndryshme. Dhe këtu duhet të jemi absolutisht të qartë. Shumica dërmuese e shkencëtarëve e hedhin poshtë këtë ide si pseudoshkencë. Eksperimentet e Benveniste nuk u riprodhuan nga laboratorët e tjerë. Nuk ka mekanizëm të njohur fizik që do të lejonte ujin të kujtojë molekula që nuk janë më atje. Dhe studime të shumta kanë treguar se homeopatia nuk ka efekt për te i placebo. Por, dhe këtu është ku bëhet interesante, ne ende nuk e kuptojmë plotësisht strukturën e ujit në shkallë molekulare. Ka prova se molekulat e ujit mund të formojnë klustere të përkohshme, grupe të molekulave që mbeten së bashku për periudha shumë të shkurtra kohore. Këto klustere mund të kenë forma të ndryshme në varësi të asaj që është tretur në ujë. Por këto struktura zgjasin vetëm pikosekonda, trilionse të një sekonde. Ato nuk mund të jenë një kujtesë në ndonjë kuptim të dobishëm. Pra, ndonse idea romantike e ujit me kujtesë është e bukur, realiteti shkencor është se nuk ka prova për të. Por kjo nuk e bën ujin më pak mahnitës. Në fakt, realiteti, që uji është një lëng dinamik ku triliona molekula ndërveprojnë në çdo moment, duke krijuar një strukturë që ndryshon në shkallë kohe aq të vogla sa ne mezi mund t'i matim, është shumë më i mahnitshëm se çdo fantazi për kujtesën e ujit. Le të flasim për diçka tjetër që pak njerëz e dinë. Uji mund të ekzistojë në më shumë se 3 gjendje. Po, ne e dim për gjendje të ngurtë, të lëngshme dhe gazoze, por në kushte ekstreme të presionit dhe temperaturës, uji mund të formojë gjendje të çuditshme që sfidojnë klasifikimin. Një prej tyre quhet akull superionik. Ky lloj akulli formohet në presione miliona herë më të mëdha se presioni atmosferik dhe temperatura disa mijëra gradë Celsius. Në këtë gjendje, atomet e oksigjenit formojnë një rrjet të ngurtë kristalore, por atomet e hidrogenit lëvizin lirshëm nëpër këtë rrjet, si një lëng. Është në të njëjtën kohë i ngurtë dhe i lëngshëm, një gjendje hibride që nuk përshtatet në kategoritë tona të zakonshme. Dhe ku ekziston ky akull i çuditshëm superionik? Jo në tokë. Këtu nuk kemi presione aq të larta. Por në brendësinë e planetëve gjigant të akullit si Urani dhe Neptuni, shkencëtarët besojnë se ka oqeane të tërë të akullit superionik. Këta planetë janë të mbushur me ujë, metan dhe amoniak, të nënshtruar presioneve të jashtëzakonshme. Dhe në thellësitë e tyre, uji ekziston në këtë formë të çuditshme, që është në të njëjtën kohë e ngurtë dhe e lëngshme. Në vitin 2018, fizikan nga laboratori kombëtar Lawrence Livermore në Kaliforni krijuan akull superionik për herë të parë në laborator. Ata përdorën lazera më të fuqishëm në botë për të kompresuar një kampion të vogël uji në presione ekstreme dhe për ta nxehur atë në temperatura ekstreme në të njëjtën kohë. Për një fraksion të vogël të një sekond, para se kampioni të shpërthehej, ata arritën të krijojnë akull superionik dhe të matim vetit e tij. Zbulimi konfirmoi atë që modelet teorike kishin parashikuar, që uji në kushte ekstreme mund të bëhet diçka krejtësisht e ndryshme nga ajo që ne përjetojmë në jetën e përditshme. Por ka edhe forma të tjera egzotike të ujit. Në temperatura jashtëzakonisht të ulta, afër zeros absolute, uji mund të formojë atë që quhet akull amorf, një formë akulli që nuk ka strukturë kristalore. Molekulat janë të ngrira në vend, por ato nuk kanë rendin që karakterizon akujt normal. Ky akull amorf mendohet të jetë forma më e zakonshme e ujit në univers, sepse ai formohet në hapësirën ndërjore,
ku temperaturat janë afër zeros absolute. Pra, kur ne flasim për ujë në hapësirë, në kometa dhe në rrjet molekulare, ne po flasim kryesisht për këtë formë të çuditshme, amorfe të akullit që nuk ekziston natyralisht në tokë. Kjo na kthen në një pikë thelbësore. Çdo gjë që ne e dim për ujin është bazuar në përvojën tonë me të në tokë. Por uji në univers ekziston në kushte kaq të larmishme, sa ai mund të ketë veti që ne as nuk i kemi imagjinuar ende. Në brendësinë e yjeve të ngjeshur të quajtur gjugj të bardha, ku presioni është biliona herë më i madh se në tokë, uji mund të ekzistojë në forma që do ta bënin të panjohshëm. Në hapësirën ndërjore, në temperatura disa gradë mbi zero absolute, ai ekziston si akull amorf që nuk i ngjan asgjëje që ne kemi parë. Dhe këtu vjen një pyetje që duhet ta ketë pushtuar mendjen tuaj. Nëse uji mund të ekzistojë në aq shumë forma të ndryshme, nëse ai mund të ketë veti kaq të larmishme në varësi të kushteve, a mund të mbështesë ai forma të jetës që janë krejtësisht të ndryshme nga ajo që ne njohim? A mund të ketë jetë në akujt egzotik të uranit? A mund të ketë mikroorganizma që jetojnë në akujt e ngrirë të hapësirës ndërjore, në temperatura ku jeta si që njohim ne do t'ishte absolutisht e pamundur? Këto nuk janë pyetje retorike. Këto janë pyetje që astrobiologët po i marrin seriozisht. Në vitin 2020, një studim i botuar në revistën Nature Astronomy sugjeroi se disa forma të jetës mund të përshtaten për të jetuar në temperature jashtëzakonisht të ulta, duke përdorur reaksione kimike që janë miliona herë më të ngadalta se ato që përdorim ne. Një qenie e tillë do të jetonte në një shkallë kohe krejtësisht të ndryshme. Një QUOTE 43 e saj mund të zgjaste sa një vit i yni, por ajo do të ishte ende jetë, ende vetorganizuese, ende evolucionare. Kjo na sjell në një koncept që shkencëtarët e quajnë QUOTE 44. Për dekada, ne kemi supozuar se jeta kërkon ujë, si ne e njohim. Ujë të lëngshëm në temperatura midis 0 dhe 100 gradë Celsius. Por çfarë nëse ky është vetëm një rast specifik i një parimi më të përgjithshëm? Çfarë nëse ajo që jeta vërtet kërkon nuk është ujë specifik, por ndonjë lëng që ka veti të ngjashme, aftësinë për të tretur substanca, për të mbështetur reaksione kimike, për të qëndruar i lëngshëm në një gamë të gjerë temperaturash. Disa shkencëtar kanë propozuar që në botë shumë të ftohta, amoniak i lëngshëm ose metani i lëngshëm mund të luajë rolin që uji luan në tokë. Titani, hëna më e madhe e Saturnit, ka liqene dhe dete të metanit të lëngshëm në sipërfaqen e saj. A mund të ketë jetë atje, jetë e bazuar në metan në vend të ujit? Misioni Cassini-Huygens i NASA-s zbuloi kimikë organike komplekse në atmosferën e Titanit. Nuk ka prova të jetës, por ka bloqet ndërtuese që mund të çojnë në jetë. Por le të kthehemi në ujin ton. Ujin që ne njohim dhe pim çdo ditë. Sepse ka diçka tjetër që duhet të diskutojmë. Diçka që është thelbësore për të ardhmen ton. Sa ujë kemi vërtet dhe për sa kohë do ta kemi? Ne kemi folur për faktin se uji është i zakonshëm në univers, por i rrallë në formën që na duhet. Le të shohim shifra konkrete. Toka ka rreth 1 miliard e 300 milion kilometra kub ujë. Kjo tingëllon si një sasi e madhe, por nga kjo 97% është në oqeane, uji i kripur që nuk mund ta pim pa trajtim të shtrenjtë. Nga 3% që mbetet si ujë i ëmbël, 2/3 janë të ngrira në akujt polar dhe në majat e maleve. Kjo lë rreth 1% të ujit të tokës si ujë i ëmbël i lëngshëm. Dhe nga ky 1%, shumica është ujë nëntoksor, i fshehur kilometra nën sipërfaqe. Vetëm një fraksion i vogël, rreth 0.01% e të gjithë ujit të tokës, është në lumenj, likene dhe burime që janë lehtësisht të aksesueshme për ne. Tani le të shohim konsumin. Njerëzimi përdor rreth 4000 kilometra kub ujë i ëmbël në vit. Kjo shifër është rritur në mënyrë dramatike në shekullin e fundit për shkak të rritjes së popullsisë, industrializimit dhe bujqësisë moderne.
Bujqësia vetëm përdor rreth 70% të gjithë ujit të ëmbël që njerëzimi konsumoi. Industria përdor rreth 20%. Përdorimi shtëpiak është vetëm rreth 10%. Problemi nuk është se ne po mbarojmë ujin, ka ende shumë ujë në tokë. Problemi është se ne po e ndotim atë më shpejt se sa natyra mund ta pastrojë. Dhe ne po e tërheqim ujin nëntoksor më shpejt se sa ai mund të rifreshohet. Akuiferët që u formuan gjatë miliona viteve po tërhiqen brenda dekadave. Lumen që dikur rrevin furishëm, tani thahen para se të arrijnë në det. Liqene që dikur mbështetnin ekosisteme të tëra, tani janë shkretira të kripura dhe situata do të përkeqësohet. Sipas Kombeve të Bashkuara, brenda vitit 2030, gjysma e popullsisë botërore do të jetojë në zona me stres të lartë uji. Brenda vitit 2050, ky numër mund të rritet në 3/4. Kjo nuk do të thotë se njerëzit do të vdesin nga etja. Ndryshimet e mëdha ndodhin para se të arrinin atë pikë. Do të thotë migracion masiv, konflikte për burimet, kolaps ekonomik në rajone që mbështeten në bujësinë e ujitjes, dhe ndoshta luftëra. Por ka zgjidhje. Teknologjitë për çkriprje, procesi i heqjes së kripës nga uji i detit për ta bërë të pishëm, po bëhen gjithnjë më efikase dhe më pak të shtrenjta. Izraeli tashmë merr rreth 70% të ujit të tij të ëmbël nga çkriprja. Shtetet arabe të Gjirit mbështeten pothuajse plotësisht në ujin e çkripruar. Teknologjitë e reja që përdorin membrane më efikase, energji diellore dhe procese të reja kimike po e bëjnë çkriprjen më të aksesueshme për vende më të varfra. Ka gjithashtu teknologji për të pastruar ujin ndotur, për të rikuperuar ujin nga mbeturinat, për të kapur lagështirën nga ajri. Në vitin 1998, Shpiksi Omar Yagi, nga Universiteti i Kalifornisë në Berkeley, zhvilloi një material të quajtur kornizë metalo-organike që mund të thith ujin nga ajri edhe në kushte të thatësirës ekstreme. Ky material mund të përdoret për të krijuar ujë në shkrettirat ku nuk ka burime të tjera. Versionet e avancuara të këtij teknologjie tashmë po testohen në vende si Sahara dhe Atacama. Por teknologjia e vetme nuk mjafton. Ne duhet gjithashtu të ndryshojmë mënyrën se si e përdorim ujin. Bujqësia moderne shpërdoron sasi të mëdha uji përmes ujitjes jo efikase. Sistemet moderne të pikës së ujitjes mund të reduktojnë konsumin e ujit me 50% ose më shumë, duke e dërguar ujin drejt për drejt në rrënjët e bimëve, në vend që ta spërkasin në ajër ku shumë prej tij avullon. Kulturat që janë më rezistente ndaj thatësirës mund të zvogëllojnë më tej nevojën për ujë. Në përdorimin shtëpiak, teknologji të thjeshta, si dushet me rrjedhje të ulët, tualetat me përdorim uji të reduktuar dhe sisteme për rikuperimin e ujit të shiut mund të reduktojnë konsumin me 30 deri në 50%. Në nivelin industrial, rikuperimi dhe riciklimi i ujit mund të reduktojnë ndjeshëm nevojën për ujë të ri. Por të gjitha këto zgjidhje kërkojnë diçka që ne nuk kemi treguar shumë deri tani: vullnetin për të vepruar. Sepse e vërteta e hidhur është se ne e dim çfarë duhet bërë. Ne kemi teknologjinë, ne kemi njohurinë. Ajo që na mungon shpesh është vullneti politik dhe shoqëror për të bërë ndryshimet e nevojshme. Dhe kjo na kthen në pyetjen me të cilën filluan këtë udhtim të gjatë. Nga erdhi uji në tokë? Tani ne e dim përgjigjen. Ai erdhi nga yjet e vdekur, nga asteroidët që bombarduan planetin ton, nga brendësia e tokës vet. Por pyetja më e rëndësishme nuk është nga erdhi ai. Pyetja më e rëndësishme është: çfarë do të bëjmë me të? Sepse historia e ujit në tokë nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Ajo është një histori që vazhdon të shkruhet çdo ditë. Me çdo vendim që ne marrim, me çdo veprim që ne ndërmarrim, ne jemi pjesë e kësaj historie, jo thjesht vëzhgues të saj. Dhe roli që ne luajmë tani do të përcaktojë se si do të vazhdojë kjo histori për mijëvjeçarët e ardhshëm. A do të jemi gjenerata që kuptoi vlerën e ujit dhe veproi për ta mbrojtur atë? A do të zhvillojmë teknologji që e bëjnë ujin të aksesueshëm për të gjithë,
që e pastrojnë atë që kemi ndotur, që na lejojnë të jetojmë në harmoni me ciklin e ujit në vend që ta shfrytëzojmë atë? A do të jemi ata që shpërndajnë ujë dhe jetë në botë të tjera, duke vazhduar udhëtimin që filloi me asteroidët që sollën ujë në tokën e re? Apo a do të jemi gjenerata që e shpërdoroi shansin e saj, që e ndoti burimin e jetës përtej pikës së kthimit, që la për pasardhësit e saj një botë ku uji i pastër është një luks që vetëm të pasurit mund ta përballojnë, ku luftrat për ujë janë të zakonshme, ku oqeanet janë të mbushura me plehrat tona dhe lumenjt janë të vdekur. Zgjedhja është e jona dhe koha për ta bërë atë zgjedhje është tani. Sepse çdo ditë që kalon pa vepruar është një ditë më pak që ne kemi për të ndryshuar trajektoren. Çdo vit që ne vazhdojmë të ndotim dhe shpërdorojmë ujin ton është një vit më afër pikës ku dëmi bëhet i paktyeshëm. Por nëse ka një gjë që kjo histori e gjatë dhe komplekse e ujit na ka mësuar, është se universi është i mbushur me mundësi të papritura. Uji që nuk duhej të ishte këtu, arriti. Jeta që duhej të ishte e pamundur, u shfaq. Qenie të vetëdijshme që mund të pyesin se nga erdhën, ne evoluam nga molekullat e thjeshta organike në oqeanet primitive. Gjatë gjithë historisë së tokës, jeta ka gjetur mënyra për të mbijetuar në kushte që dukeshin t'i bënin të pamundur. Ajo ka përshtatur, ka evoluar, ka gjetur zgjidhje për probleme që dukeshin të pasgjithshme. Ne jemi pasardhës të atyre jeteve që mbijetuan. Ne mbajmë në ADN në tonë historinë e çdo përshtatje të suksesshme, çdo zgjidhje kreative, çdo mbjetesë kundër të gjitha mundësive. Dhe nëse ka diçka që kjo trashëgjimi na ka dhënë, është aftësia për të përshtatur, për të inovuar, për të gjetur zgjidhje kur përballemi me sfida. Pra, po, ne përballemi me një krizë uji. Po, sfidat janë të mëdha. Por ne kemi diçka që asnjë lloj tjetër në historinë e tokës nuk ka pasur. Inteligjencën për të kuptuar problemin, teknologjinë për ta zgjidhur atë dhe aftësinë për të bashkëpunuar në shkallë globale për të ndërmarrë veprim. Pyetja nuk është nëse ne mund ta zgjidhim krizën e ujit. Pyetja është nëse ne do ta zgjidhim atë. Dhe përgjigjja për këtë pyetje do të përcaktohet nga ju, çdo person që lexon apo dëgjon këto fjalë. Sepse secili prej nesh ka një rol për të luajtur. Secili prej nesh bën zgjedhje çdo ditë që ndikojnë në ujin ton. Nga sa kohë ne rrim në dush, në çfarë ham, çfarë blejmë, si votojmë, çfarë kompanish mbështesim me parat tona. Këto mund të tingëllojnë si veprimet e vogla, por kur miliarda njerëz i bëjnë këto veprime së bashku, efekti është transformues. Çdo glënk uji që kursejmë shumëzohet me miliarda. Çdo zgjedhje e urtë që bëjmë për ujin shërben si një shembull për të tjerët. Çdo herë që ne kërkojmë llogari nga udhëheqësit tanë për menaxhimin e ujit, ne forcojmë vullnetin politik për ndryshim. Historia e ujit në tokë është një histori e mbijetesës kundër të gjitha mundësive. Është një histori e molekulave që udhëtuan miliarda vjet në përhapësirë për të gjetur një shtëpi në këtë planet të vogël blu. Është një histori e jetës që u shfaq në oqeanet primitive dhe evoloi në triliona forma të ndryshme gjatë miliarda viteve. Është një histori e qenieve të vetëdijshme që u ngriten nga ato oqeane dhe tani shikojnë yjet dhe pyesin se nga erdhën. Dhe tani ne shkruajmë kapitullin tjetër të kësaj historie. Çfarë do të thotë ai kapitull? A do të jetë një histori e urtësisë dhe kujdesit, e gjeneratave që kuptuan se sa e çmuar ishte dhurata që kishin trashëguar dhe vepruan për ta mbrojtur atë? A do të jetë një histori e inovacionit dhe shpresës, e teknologjive të reja që e bën ujin e aksesueshëm për të gjithë dhe shpërndarën jetën në uje të tjerë? Apo a do të jetë një histori e paralajmërimit, e një qytetërimi që e kishte gjithçka që i duhej për të pasur sukses, por dështoi sepse nuk veproi mjaftueshëm shpejt, sepse vendosi fitimet afatshkurtra mbi mbijetesën afatgjatë, sepse nuk arriti të shohë përtej interesave të veta për të punuar për të mirën e përbashkët. Zgjedhja është e jona për ta bërë. Dhe ne duhet ta bëjmë atë. Tani, ndërsa kemi ende kohë.
sepse uji që pim sot ka udhëtuar miliarda vjet për të arritur këtu. Ai ka mbijetuar shpërtimet e supernovave, ftohjen e hapësirës ndërhyjore, goditjet e dhunshme të asteroidëve dhe katastrofat të panumërueshme për të arritur në krahat tanë të sigurt. A do t'i tradhtojmë këtë trashëgjimi të jashtëzakonshme duke e ndotur dhe shpërdoruar atë? A do të jemi gjenerata që dështoi në detyrën e saj më themelore për të mbrojtur burimin e jetës? Unë nuk besoj se do të jemi. Unë besoj se kur njerëzit kuptojnë vërtet se sa i mahnitshëm është uji, sa i rrallë ai është në formën që na duhet, sa thelbësor është për çdo aspekt të ekzistencës son, ata do të veprojnë. Unë besoj se kur ne kuptojmë se çdo glëng uji që pim ka një histori që shtrihet përtej imagjinimit, ne do ta çmojmë atë ndryshe. Pra, herën tjetër që hapni rubinetin, kujtoni, ju po pini yje, ju po pini kohë, ju po pini vetë historinë e universit. Dhe me këtë njohuri, bëni zgjedhjen e duhur. Mos e shpërdoroni atë, mos e ndotni atë, mbrojeni atë, sepse është e gjitha që kemi, dhe është gjithçka që do të kemi kur. Uji është jeta, jeta është uji, dhe ne jemi uji që ka mësuar të ndëroj.